Të nderuar televizionistë, jemi rikthyer në pjesën e dytë, siç ju bëm me dije. Në këtë pjesë do të flasim për aktualitetet në vend, por dhe në botë. Për ngjarjet që ne mendojmë që janë më të rëndësishme. Ju mund mendoni ngjarje të tjera. Por gjithsesi, secili bën tani siç pas kokës, siç mendon. Së pari tani në Shqipëri dije, Doktor Sali Berisha tha që u bë kryengritja më e madhe e opozitës që të merrojë Edi Ramën. U bë dije, tha. Kjo kryengritje, edhe u të merrua Edi Rama. Nësa Edi Rama doli në asamblenë ton të EPS-s dhe tha që në zgjedhjet e ardhshme, pra në vitin 2027, do të fitojmë akoma më thellë. Thellë më thellë. Ku do vej dhe më thellë akoma këtë? Nëse rektosi. Jemi të qartë, po. Ta do i fitojmë gjithë bashkit. Pra, të nderuar të shikus, këtu të gjithë vetëm fitojnë. Nuk ka një njeri që humbë. Do të flasim për luftën e Iran në pjesën e tretë, të pjesës dytë pra, që duke se përmbaron. Ka urdhëruar sot Donald Trumpi që nuk do bombardohet. Para 40 orësh tha, kemi bombardim, tani tha, nuk ka bombardim. Dhe i shmbushur mendja sot që ndoshta duhet mbyllur me kaq. Ndoshta mendon kështu, por nesër ne nuk e dim. Dhe Mirgjinishi, Baton Haxhiu, Anditela, Antona Bilekaj, faleminderit shumë. Tani, sinkronin, do kemi sinkron në fillim ku flet doktori tani protesta e opozitës. Sinkronin, lutem. Një mirënjohje pa kufishme, me guximin, trimërin, qendresën tuaj, nderuat më shumë se kur këtë datë historike të kombit shqiptar, përmbysjen e diktaturës komuniste 34 vite më parë, por njëkohësisht i dhat dhe goditjen më të merituar diktaturës sotme. Se para krimit e disi e një ushtar, merrin me deputete me njërës tjeshtu, legena, patronazhistë. Keni marrë urdhë dhe keni godit direkt në sy liderin e opozitës. Ju. Kjo ishte një betejë shkëlqyer dhe u garantoj se tjetra do t'jetë dhe më shkëlqyer dhe se për Edi Ramën nuk do ketë më strofull, nuk do ketë vrimiu, ku do futet. Keni qenë të shkëlqyer. Në këtë, nuk e di do më thënë, si e ndëruat ju kaq shumë sot 22 marsin, e të merruat Edvin Kristaqeramen. Sot ne fituam një betejë, sot ne zhvilluam betejën më të bukur në tërë ekzistencën tonë, po dhe më madhështore, më e fuqishme do jetë ajo që vjen. Pra të nderuar televizionistë, këto ishin disa momente nga protesta e Sali Berishës. Doktori thotë, siç edhe ju thamë ne, që Edi Rama është tmerruar nga kjo protestë dhe nuk ka vrim miu, nuk do gjendet më ku të futet. Pak a shumë, këtë thoshte edhe Lulzim Basha pas protestave kur i mbaronte. Ja le ta ndjekim dhe këtë sinkron. Sot kam një falënderim për gjithë secilin prej jush dhe ata qindra mijëra qytetarë që na u bashkuan, dhe dua t'ju a them thjesht dhe qartë që ta kuptoni. Fal mundit, fal sakrificës dhe fal qëndresës tuaj, sot Edi Rama nuk është më kryeministër. Nuk është më kryeministër para syve të shqiptarëve, nuk mund të jetë më kryeministër para botës demokratike. Por, miqtë e mi, puna që nisëm sot duhet quar deri në fund. Miru pafshim të njëjtën. Pra, si që ndojit Lul Basha thot që Rama nuk është më kryeministër. Tani,
Ç'mendoni për protestën e fundit, por jo vetëm në përgjithësi për aksionin që ka ndërmarrë Berisha? A i shërben ky opozitës dhe vendit dhe po vetes? I shërben Berisha vetes në këtë rast, apo vendit, apo se gjëra në rrugën e shikus duke si po voglohet pak gjëja. Kush e fleti pari? Ato në fleti se e që jem më kritik. Nuk është vetëm problemi që jam kritik. Unë menoj po saturohet opozita në diskurs, në veprime, edhe pse duket si energji mobilizuese që në fjalor që është e domosdoshme mas një proteste, sepse duhet mobilizuar njerëzit të cilët kanë ardhur dhe rezultati ka qenë i vogël, por prapë është humbje e njerëzve në pjesëmarrje dhe unë besoj që kjo ndikon edhe në votë. Për arsye se protesta e cila në vetvete e vendos rrezikun duke vendos fishek zjarre, pastaj shishe mollotovi, njerëzit të cilët janë të gatshëm të protestojnë, të janë kundër një e asaj që po ndodh në qeverisje nuk i bashkuan kësaj lloj protesti. Domethënë, Berisha nuk ka rrëfim më, dhe rrëfimi është i gatshëm, vetëm duhet që t'i japësh fjalorin e duhur, dhe si duket nuk është as njeriu, nuk është as gjuha, dhe nuk është as veprimi që e bën këtë protestë suksesshme. Domethënë, duhet të ndrohet njeriu, duhet ndrohet ose duhet bashkohen njerëzit, së pari me njeriun tjetër, dhe pastaj të ndrohet diskursi që sheshi tjetë plot. Pa këto kushte unë nuk besoj që bëhet, dhe fjalinë e fundit, domethënë kur ka një hall të madh dhe nga natyra e fjalorit të njerëzve në periferit shqiptare, thuaj që gënjeshtra ose është më e vogël se halli. Dhe njerëzit kur kanë halle, ju lejohet edhe gënjeshtra. Ju lejohet edhe fjali tjera, ju lejohet të thonë ato që është e pamundur. Meqense kemi të bëjmë me një parti dhe një opozitë që ka hall të madh, po themi që ju lejohet gjithçka, por unë menoj që halli i madh mbetet. Dhe ajo që jam i sigurt, që asnjë fjalor i tillë dhe asnjë, po themi, veprim i ashpër që bëhet nuk e largon hallin e madh që ka Partia Demokratike dhe opozita në përgjithësi. Mendoj që duhet ndrohet gjithçka që pushteti, si thot Berisha, t'i lëkundën këmbët. Jemi larg nga ajo ditë. Jemi larg këtu aty nga ajo ditë. Në tonë ti ndo që... Unë mendoj që opozita, në fakt, nuk është se ka shumë mjete kundër qeverisë. Sot, zotë Berisha e shpjegoi pse nuk ka mjete, për shkakun se parlamenti nuk funksionon. Opozita nuk mund të kontrollojë qeverinë përmes parlamentit. Komisionet timore nuk bën dot, interpelanca nuk bën dot, seanca pyetjesh nuk bën dot. Vetëm mund të bëjë një show, një fjalim në parlament dhe kaq. Nuk ka. Atëherë çfarë bëhet? Kalohet dhe në protest. Por nuk mund të kalosh dhe në parlament dhe në protest. Ose do heqësh dorë nga parlamenti kur është disfunksional, do thuash njerëzve që ne nuk ju përfaqësojmë më dot në parlament, sepse nuk kemi hapësirën për ta bërë këtë punë, ose do rish vetëm në parlament. Nuk mund të dalësh një javë në protest, pastaj shkon në parlament dhe merr leje nga Niko Peleshi për të folur.
besoj që ky dualitet është një nga këto dualitetet kundërshtit që shoqërojnë atë që bën në opozita. Dhe që vën dyshim seriozitetin e kësaj përpjekjeje. E dyta është që kur thua do bëjmë kryenglirje të paqësore, nuk mund të kesh Molotov në kryenglirje paqësore. Në bëj kryenglirje paqësore të heshtur, bllokoj rrugën në mënyrë të heshtur, mos kesh fare konflikte fizike me policinë. Dhe nëse policia ndërhyn me gaz dhe me ujë me ato, atëherë do mbet përgjegjësia komplet policisë. Nuk mund të bësh edhe flakadanët, edhe molotovët, edhe pastaj thuar pse na goditi policia, të mos kuptohet diku dëshfaj dhe kush ka të drejtë. Po ndoshta është pafuqia e tonë këtu. Ndoshta është pafuqia dhe atyre ju duhen foto me sa. Nëse është pafuqia, jo, po s'bën në foto sepse u bën foto të Bajate, u bën foto, u bën lajm. Ne shikojmë në protestën në fundit kishte vetëm nga ata që ishin gati të luftonin. Ata që janë gati të luftojnë nuk shkojnë më. Një tjetër kontradikt. Ne themi do marrin fatin ton në dorë, do shpëtojmë ne Shqipërinë, thot PD-ja. Po. Do marrin fatin në dorë. Pse dalin aty me flamuj gjerman? Pse ndrojnë flamuj gjithmonë? Sa del një vend që bën një deklaratë ambigu ose kritike për Ramën, këta marrin flamurin dhe dalin shesh. A do dalin me flamurin shqiptar. Se kur del me flamurin gjerman, si do rëndje, dhe sot ambasada gjermane në deklarat dhe thot që ajo nuk është protest paqësore dhe s'duhet jetë ashtu, atëherë edhe ata njerëz që fjetën me flamurin gjerman duke pa rëndra me pushtet, dje, gjohen keq sot. Gjohen keq dhe djegin flamurin gjerman sot edhe. Mund ta djegin popullata. Këto kontradita, këto gjëra të pa menduara, të pa strukturuara, të gjitha karakterizojnë protestën e opozitës, e cila pastaj sigurisht që nuk do ketë rezultat. Kemi pas një... Dhe sigurisht do ketë zëra kundër. Flamurin e Ilirit, që kundërshtonte jurikimin me flamurin amerikan. Flamurin amerikan. Në një dajgjë. Nuk shkojnë të gjëra. Me flamurin amerikan dhe pastaj thoshe jurikimin ç'ke ti me flamurin tënd. Për flamurin e vetë, vetë po fliste. Pra, këto gjëra janë gjëra që e bëjnë... Dhe bëjnë disa flamurat, se këtë flamurin... Po, këta ndrojnë flamurin, e filluan me flamurit amerikan, sepse Rama ishte i blokuar, nuk shkonte në Amerikë, të tjera Amerikanë përgëzonë Ramën, tani i bën Gjerman flamurit. Gjerman. Njeri kishin të besë. Po, kjo nuk është politik. Kjo është ku rafsha, mos u vrafsha, hajde dalim, se kështu doli. Pra, nuk ka mendim, ka një kontradikt shumë madhe dhe ka dhe njerëzit dyshojnë pastaj. A është kjo një gjuhë, a është një mendim, a është një strategji, apo është thjesht tajtë gjenjështë të radhës, hajde të karikojmë njerëzit se sot është Gjermania kundër, sot nesër është Beja kundër, dje është Amerika kundër. Pra, nuk ka një vijimësi që të tregoj që këtu ka një linjë, është e vendosur për të bërë të gjën dhe vetëm për të gjë opozita. Mendoj që është sigurisht për të larë gojën e gjitha dhe nuk krijon asnjë gjë. Dalin kundërshtit pa fundme që i largojnë njerëzit. Gjeni shti e ndogje se të merresh me këtë punë e luftës, nëse shumë ti, po edhe luftë, këto brenda nesh, dhe më thënë, duhet i kesh për cilë. Ç'mendon ti tani për këtë gjë? Se ti e marrë me politikën dhe si e kupton tani? E vërteta është që protestat janë dobishme gjithmonë. Po çështja është çfarë pas protestës? Kush është qëllimi i protestës? Në fakt, ne disa herë mblidhemi për të analizuar protestat e opozitës dhe mbetemi gjithmonë tek lajmi. Lajmi vetëm është përplasje me policinë e shtetit. Gjithmonë. A hodh Molotovi, s'u hodh Molotovi, u bë mirë, s'u bë mirë. Dhe kjo është një rrugë që nuk e çon askund Partinë Demokratike, pavarësisht se ka domosdoshme të dalin shesh. Rama nuk rrëzohet me retorikë. Rama nuk rrëzohet me retorikë. Dhe të mlidhet gjithë PD-ja, nuk e mund do të Rama me retorikë. Ja ka kaluar gjithë leadershipit shqiptar këto 35 vite Rama. Nga ana tjetër do të thoya që gjithë protesta, e cila për hir të vërtetës po vinë edhe në ulje për nga pjesëmarrja, nuk ka një mesazh konkret. Ti del sot do dalësh pas një jave, po pse do dalësh pas një jave? Dhe kjo është arsyeja që njerëzit sa vinë po të paktën në këtë protestën e fundit kishte një mungesë të madhe pjesëmarrje. Nga ana tjetër, protestat jo domosdoshmërisht duhet bërë në qendër të Shqipërisë në Tiranë. Protestat bëhen në çdo qytet. Hallet e shqiptarëve janë shumë më të mëdha nëpër qytete të tjera se sa nëpër Tiranë.
Ndërkohë, unë nuk shoh prezencë të opozitës në qytetet shqiptare që të merren realisht me hallet që kanë shqiptarët. Nëse do ta shtosh opozitën, duhet merresh me hallet. Nëse vazhdon me retorikën, Rama me një batut e hedh poshtë gjithë retorikën e PD-s dhe e ka dalë me këtë pjesë. Ky është kurthi i Ramës. Dhe këto vazhdojnë bien kurthin e tyre. Tjetër, ne pretendojmë dhe gjithë themi që ka një stërmundim shumë madh pushteti. Është super i konsumuar. Po si do vinë këto në pushtet? Me të njëjtët njerëz, me të njëjtën retorikë, me të njëjtën fjalime, PD-ja nuk ka asnjë lloj hapje. Ne nuk shohim prurje, që të jem prurje minimalisht mesatare, po them, nuk po them elitat. Po tregoj që unë u hapa, o zotëri, dhe jam gati. E fundit do të them, teksa folëm për punën me drejta Bileke, përmendi punën e flamujve dhe sinqerisht duke sikur është bërë lojë futbolli, kështu del ai arbitri ansor dhe ngrej flamurin, kush është out, kush është offside te kush. Po mu mbla një shije të keqe edhe puna e flamurit kur pash një flamur shqiptar rrëzuar në tokë që shkeli më këmbë, dhe ndërkohë që eksponentët e Partisë Demokratike përplaseshin me forcat e rendit, një nga forcat e rendit mori flamurin. Sinqerisht më krijoi një mbresë pozitive. Sinqerisht po ta them. Mori flamurin nga toka që po shkelej. Flamurin gjermana. Flamurin shqiptar. Tonin e mbrojt. Gjermani nuk bin tokë, vlla. Gjermani me rënd tokë, vlla, me siguri do t'jetë në një nga të Ramos që ka hedh poshtë. Po shqiptarin shkele, përdose, boj që duhet, s'ka ndonjë problem madh. Dhe këtë nuk kanë kuptuar këto njerëz. Këtë nuk kanë kuptuar këto njerëz, se halli këtyre është të rregullojnë imazhin me ndërkombëtarët. Si e kanë imazhin me shqiptarët tyre si intereson, po nuk vjen ti, edhe sikur ta rregullosh. Që je larg asaj kohe. Imazhin me ndërkombëtarët, ti votën e ke te shqiptarët tuaj dhe ke një firo të jashtëzakonshme. Ti në vend ta rikuperosh të firo, vazhdon në shkel për ditë ose të paktën nuk merresh me atë pjesë. Me pak fjalë unë po them që PD-ja s'ka një plan konkret për të ardhur pushtet. Çfarë ofron PD-ja sot? Një opozitë do të thotë që është një qeverinë hije e gatshme për të marrë pushtetin nesër i dashur. Ndodhi një diçka e paparashikuar. Iku Edi Rama. Ra një skandal i madh, iku ra për një muaj. Kë keti në opozitë sot që të bëhen ministra, që të marrin administratë, që të marrin shtetin në dorë? Nuk ke asnjë. Ku i ke departamentet e një opozitarët që dalin për ditë? Vetëm një zonë. Po jam flamuri ishte ministri Bençëm, bet zënskrimin. Ore flamuri në rregull më bëri po ku i ke tjerat, më ku i ke tjerat? Vokshi ministri i arsimit, për shembull. Dhe me radhë, se çfarë janë ata? Po them diçka, mos i marr kohën. Jo. Shiko. Sistemi i shëndetësisë në Shqipëri ka rënë totalisht, po them. Ky shkon dhe bën retorika dhe fiton lojën me retorika drama, kupton? Të bëri një vizitë atje është merr. Po të merr, po them. Ndërkohë këto nuk ngrejnë problemet kryesore. Opozita në Shqipëri e bërë emisionet investigative. Kaq. Opozita më e fortë në Shqipëri, aq sa është, janë emisionet investigative. Domethënë, e shoh me shumë dyshim dhe bashkohem me zotin Bilekaj. Ore, realisht ta duan ta hedhin Edi Ramën apo bëjnë sikur duan ta hedhin Edi Ramën? Ndoshta kjo është një pyetje me shumë vende. Jo, kjo është pyetja. Bëjnë sikur ta hedhin se edhe aty nuk është vend i keq, gjinish. Jo, aty është pushtet shumë i madh, vetëm se nuk është pushtet për shqiptarët. Shqiptarët duan që të ecin përpara. Pushtet me punë, me shumë para. Tela? Tani, mbas zgjedhjeve, në një periudhë 3-4 muajore, të gjithë thonin çfarë po bën opozita. Edhe i kërkoi gjithmonë opozitës të dilte të protestonte, edhe për vjedhjen e votave. Dhe diku nga dhjetori, opozita vendosi të bënte një protestë. Nga ai momenti deri më sot janë bërë 6 protesta. 2 të parat u bën vetëm protesta me fjalime, me podium dhe vetëm fjalime. Dhe gjithë reagimi ishte, ore, vetëm fjalime do bëni ju. Në 2 tjerat filluan hidhin molotov. Dhe pastaj thanë, ore, vetëm molotov do hidhni ju. Nuk bën as fjalime dhe bën vetëm xhiro në bulevard 2 të fundit. Dhe tani pyetja është, ore, çfarë do bëni? Zbritset vrava. Dhe është një lloj ngërçi për opozitën. Gjithuset vrava. Por nëse ndiqet protestën e djeshme dhe nëse ndiqet me kujdes, të linte një pyetje. Ata bën një xhiro në gjithë rrugët e mundshme. Përse policia shqiptare do duhet bllokonte rrugë pas rrugë ku kalonte opozita? Për cilën arsye? Se ti ndoshta merresh me mbarvajtjen e një proteste dhe e ndjek atë të mos kaloj kufijtë e saj. Po përse duhet bësh një lloj provokimi? Pra pse duhet ta provokosh atë grup njerëzish që ecën rrugëve dhe ti bllokosh rrugë, blllokon ja 4-5 rrugë të bloku me idenë që ata ndoshta do kalonin përsëri te Vila 31. Sepse ata doin të vrisin shokun e Enver që ka vdekur para 50 vjeç. Mund edhe të para kalon atje do të hidhin asgjë. Ne nuk e di. Doin të vrisin shokun e Enver. Por në momentin që ti sheh kur kishin Edi Ramën aty, që i del përballë, atëherë pyetja është, ore, mos doon ti provokojnë? Se vendosja e policisë për të bllokuar rrugën
ku ata duan të ecin, është një lloj provokimi. Dhe për më tepër, mbasi ti e sheh këtë skenë të bllokimit rrugës, sheh menjëherë reagimin e policisë, dhe nuk është reagimi i policëve të thjeshtë që kanë marrë urdhër të bllokojnë rrugën. Është një makinës ujit që e hedh ujin afër një turm me njerëz që janë duke ndetur, duke lëvizur. Dhe hedhja e ujit sigurisht do provojë reagimin e tyre, do hedhin këto molotovët, të hedh gazin. Dhe në dy rastet e fundit, edhe në protestën e 5 marsit, edhe në protestën e djeshme, ishte drejtuar direkt te lideri i opozitës, te Sali Berisha. Edhe ky është një lloj provokimi. Ti e di që 2 çadrat kuqezi që shoqërojnë ato janë aty, dihet vendi ku është. Në mes bulevardit i hodhen ujë nga mbrapa, pa e paraskush, dhe dje në një stacion te kryqëzimi i kryeministrisë dhe rrugës Përti Liceu i hodhen përsëri ujë dhe gaz lotësjellës. Ky është provokim i hapur i policisë. Dhe s'ka arsye pse ta bëj këtë. Dhe pastaj ti thua që u prodhua dhunë gjatë protestës dhe njerëzve kur shef imazhet e Molotovit, sigurisht janë këta të opozitës që po bëjnë dhunë. Unë them që në pjesë të dhunës e bënte edhe policia dhe pyetja është çfarë do ndodhte nëse policia nuk do bllokon Gjermanu thua ti nuk e pan. Tela, problemi nuk është kjo si jep përgjigje asaj pyetjes çfarë strategjie ka opozita. Të thash, opozita është një lloj ngërçi për momentin. Strategjia e Ramës është e qartë, por strategjia e Ramës kjo por pse policia duhet të intimidojë njerëzit, në këtë rast? provokojë, arrestoj njerëz kot. Pse duhet bërë I pa provokoj, opozita? Rama këtë do që ata të bëjnë gjithmonë në pak, dhe ata po bëjnë gjithmonë në pak, dhe ndoshta Ramës po i del kjo. Por, a duhet këtë opozita strategji tjetër mo? Njerëzit Ramës dhe Ramën e dy kur shohin që atje ka dhunë, ka molotov, sigurisht friksonë. Do të shohin nga televizori, nuk do të dalin. Njerëzit do të kurren aty. Për këtë arsye themi është një lloj ngërçi. Por pyetja është ky policia që ka për detyrë të mbarvajt një protestë, nuk ka arsye të kthehet provokatorët protestës. Ja, nuk është polici partijake, para ne kemi thënë. Ideja se njerëzit thonë pse mbledheni ju dhe shani opozitë. Ne nuk po flasim se çfarë është Rama për gjëra që i dimë se çfarë është Rama. Jo, ne duhet të themi. Ne themi ore si mundet Rama. Cila është pasojë e saj atje. Nëse Rama është vizatuar si një përbindës në pushtet, dhe që është përbindës në pushtet se përdor të gjitha shtetin dhe partinë i ka shkrirë në një, ne themi ore kemi ndonjë rrugë zgjidhje, ka kjo opozitë në një. Po pra. Toni po thotë se bëri opozita, ajo bëri Rama. Mund ta bëjmë të, sepse kjo dihet. Se po themi këtë do themi një gjëra. Thjesht që themi kjo është opozitë e dhunshme. Jo, po themi. Opozitë që ne po themi që kjo është opozitë e dobët, jo e dhunshme, ishte e dhunshme, hallam. Ora të dalë në kryengritje të armatosur, është më e ndershme se sa të bëj këtë që Imazhi që prodhohet, nga ato pamje të jep idenë sigurisht është opozita e dhunshme. Ndërkohë që atje ka shumë momente. Opozita bie prej një kurthi që del ambasadë gjermane dhe thotë ambasadë gjermane që ajo është protestë paqësore. Te kalon dot kurthet se era. Do ti del flamurin gjerman, dhe ai që të nxjerr ti që nxjerr flamurin thotë është protestë paqësore. Kjo është dhe kur ndodh kjo, domethënë që ti e ke humbur kauzën e djeshme. Është deklarata e parë e një ambasade pas protestave të opozitës. Asnjë ambasadë tjetër s'ka parë flamurin. Por ishte flamuri dhe ata u kompleksuan me mendjen që kanë marrë flamurin opozita dhe ne duhet përgjigjemi. Pra gjithmonë duhet kesh. Dhe doktori u përgjigj prapse ambasadës gjermane. Po doktori edhe tha që ne nuk bëjmë pazar me qeverinë, ne do vazhdojmë bëjmë këtë punë. Pyetja është shumë e thjeshtë. Shiko. Është ky diskutimi Tela e drejtë është dhe ajo që thua ti, janë dyshime dhe këtu, po problemi është mi thjesht se kaq them unë. Ne e shtrojmë problemin në media, një pjesë e mirë e media se shtron me idenë që opozita këtë detyrë ka, këtë s'ka pa fuqi, s'ka s'ben këte, dhe mbron përpiqet të mbarojë. Vetëm një detaj të ditës së sotme. Detaj të ditës sotme. Po thuaj ti pra. Do bëni një protestë për rritjen e çmimit. Po ta mbaroj pra se ikën kohë 10 veta ishin. Ndështoj. Një sekondë. Në një vend që protestohet. Jo, do të them, po them gjë tjetër. S'po thot askush nga ne këtu të mos protestohet. Po nëse ti del 5-6 herë rresh dhe djeg vetëm koshat e plerave. Nëse ti del dhe në parlament shkon me buzë në gaz dhe këngë në gojë, ishte një këngë që mos shmet, kohën e rolës. Nëse ti del dhe bën sikur, ky është një popull Tela që të varë të neqet. Të neqen, ta merë dhe ta varë mrapa, si që varë kenit. Varë të neqen, sepse ti djek koshat e plerave. Ose shkon atje të vendi për të marë fotografi dhe për t'i thënë që të botohet në gazetat e Evropit, dhe të botës që u sulmua vila dhe në teksti është që sulmuat e drama e
Ti që ka vdekur para 50 vjetës, aty ishin disa gjoja artista, qa ishin ata, ose artistë të vërtet të mëdhenj. Nëse ti e bën 6-7 herë këtë punë s'është më lajm. Pra, kur ti e bën vazhdimisht të punë këtë po themi. Tani, po themi pyetjen që kjo opozitë, ndoshta, po tjetë e vërtet ajo është një gjë e bukur shumë, dhe ajo. S'ka fuqi, por ajo është e përvërtet sepse duket shumë, shiko si duket të la. Duket një fasade e gjitha. Për shembull ti thua vjedh zgjedhjet e Dirama, vërtet me gjithë fuqinë dhe ndoshta ai vjet më. Po ndërkohë ti tani sot doli sot e pa pik kujdesi, njeriu të 40 vjet në politik, i thoshte që ti je marrëpink, i thoshte nuk do marrësh pjesë në zgjedhje. Kush e ti që ndalon atë? Me çfarë autoriteti? Tëra ajo është partia e numrit 1 çash kjo. Ja më thuajti. I doli Saliani sot, tha, ti nuk merr pjesë aty. Që Saliani as nuk e rrezikon atë për t'ia marrë. Po. Për t'i marrë kryetarin. Por, ai e do kështu, këtë gjë dhe e bën kështu. Ja më thuaj, ja më jep një shpjegim për këtë. Pse është nevojë kjo gjë? Dhe thua ka vjetë votat ai. Po ti që le atë të kandidoj? Pyetja tjetër që vjen pasaj është kjo, zoti Rakipi. A është demokratike brenda vetes partia demokratike? Se kjo është pyetje e madhe. Ti kërkon të sjellësh demokraci dhe të hedhësh një lider autoritar si Rama, ndërkohë çfarë ofron vet? Ti brenda llojit tënd që e ke shumë të lehtë, se brenda familjes, ke mbyll gjithë korridoret demokratike brenda. Po ti thua ti nuk do kandidosh? Kam pas ndonjë respekt. Do hyj në zgjedhje, nuk do kandidosh dhe i thua tjetrit vjet votat. Është pjesë e jotja. Si ka mundësi të gjithmonë shkohet me këtë mentalitet zbulimi i armiqve të brendshëm, zbulimi dhe fundit fare, ne rrotullohemi po me të njëjtat argumente, s'kemi çfarë të bëjmë, se kaq që ka zvogluar opozita debatin publik në Shqipëri, vetëm te protesta dhe te Molotovi, se s'ka debat. Ne vuajmë që të vinë pjesëtarë të opozitës dhe diskutojnë nëpër studio. Dëgjojmë edhe ne, ku e kanë historinë. Këta janë fsheh aty brenda vetes vet, brenda liderit, nuk kanë fuqi, nuk kanë forcë. Gjithë PD-ja mbulohet me figurën e Sali Berisë dhe këtë duhet të bëjnë të njëjtën gjë mos si këta. Brenda Partisë Demokratike. Edhe të majtët, të Edi Ramës bëjnë njëjtën gjë, po ata e bëjnë me sukses se kanë pushtetin. Ka problem madh, ti kërkon të vish pushtet. Rama është pushtet. Dhe ti me këtë sjellje nuk bën dot rotacion. Nga ana tjetër thua që do bëj përmbysje. Ti nuk bën dot as rotacion, as me përmbysje me këtë potencial që ke. Kaq është. Pra, Baton, duket që bie kauza e opozitës së. I thua ti nuk do kandidosh aty, dhe thua nga ana tjetër që vjet votat. Çka os këtë? Para, si është e mundur që kjo opozitë nuk po krijon masën kritike. Masa kritike krijon edhe pikën kritike kundër pushtetit. Unë kam sinqerisht gati është e vetmja opozitë që unë në përvojën time kaq vjeçare që e shoh dhe nuk arrin maksimumin e saj. Dhe më thënë, e gjithë opozita nuk shtrihet për të krijuar masën kritike, e koncentron masën kritike në kryeqytet dhe e vrasëson protestën. Unë nuk di që arrihet masa kritike, se pari nga ajo që kuptoj nga demonstrimi, është joshja njerëzve me rrëfim. Kur njerëzit me joshje e arrin masën për shkak se janë të pakënaqur, ti kalon në hapin tjetër. Hapi tjetër është që pak që ti s'është në për qytete tjera. Edhe aty ka diçka që njerëzve ju mungon. Dhe kur e bën edhe hapin tjetër, hapi i fundit është kryeqyteti. Çka bën në kryeqytet? Të kundërtën e asaj që po bën tash. Parasyse, kur ti je i pafuqishëm në ndërtimin e masës kritike, ti krijon dhunë. Dhe dhuna ku i konvenon? Pushtetit. Nuk kam asnjë dilemë këtu. Dhe e dyta është, cili është rrëfimi i Partisë Demokratike brenda? Ka prezi ka ardhur mas pari e ke pas betejën e mbrëmshme. A është Lulbasha, a është Ali Bej, a është Sali Berisha? Ali Bej, sikur s'është aty. Jo Ali Bej, po Ali Bej tjetër. Çrënsi. Po bën Ali Bej, bëj çka kryetar. Ka qenë ushtrues detyre kryetarit, s'ka lidhje. Saliani, më çrënsi. Saliani, kush do që tjetë. Dhe nëse kjo treshe e bën betejën për vulën dhe nuk e arrin një qëllim, ti e zvoglon në maksimum
idenë se opozita ka një betejë demokratike brenda. Na mund të fajsojmë pushtetin, se aje ka bërë lojën e vullës. Por si mundemi ne që ta shfajsojmë opozitën që nuk arritën në një kompromis që ata ta krijojnë një njeri që udhëheq parti. Mas kësaj beteje, ti e ke betejen e eliminimit të mendimit ndryshe. Pra arsye Berisha e ka kuptuar se qenurit parti familjare, sikur ajo në Greqi, sikur dikur në disa vende, është domosdoshmëri historike. Nëse ti e don partin me domosdoshmëri historike dhe me këtë fjalor, e ketë humbur betejën. Dhe historia... Jo me partin, se partin e mban. Jo. Betejën me marrjen e pushtetit. Themelusi dhe krijuesi partisë demokratike, ose njeri prej tyre, është rrugës duke varros partinë demokratike. Dhe kjo ndodh, jo në pak vende. Tani është problemi që ne qeverisë... Dhe nuk është e drejtë kjo. Rritet çmimi i naftës, po, rritet çmimi i naftës, Edi Rama dihet është një bashkëpunim me shkelje syri të qartë me këta grosistët e naftës, ka nuk diskutohet. Që këtu rritën gjitha çmimet dhe prapë Rama mbyll sytë dhe bën sikur s'di gjë. Ne kemi çmimet më të larta në Europë, kjo nuk diskutohet. Që ne kemi qeverisit korruptuar, kjo nuk diskutohet. Problemi është mesazhi që ti vep qytetarëve. Sot është mesazh që do luftojmë këto gjëra bashk, apo është mesazhi që ti u jep njerëz antarëve të Partisë Demokratike që hajde të vim pushtet që të zgjidhim, që të mos rrim në opozitë neve, që të zgjidhim mallet tona. Këtu është problemi. Dhe kur flasim që duhet dalësh në përrethet, të takosh njerëzit të tjerë, duhet të jesh atje, ti ta dish çfarë duan ata. Duhet ta dish çfarë duhet ndryshosh atyre dhe ata të krijojnë besim se ti mund ta ndryshosh vërtet. Se pastaj kështu është ajo që rritet që ajo që thot Batoni për masën kritike. Njerëzit fillojnë pastaj besojnë që kjo parti, nëse do të ndryshojmë, do na zgjidh këto gjëra, hajde zgjidhim se me Ramën se zgjidhim dot. Dhe nuk do vinë aty vetëm antarët e PD-s, të militantë e PD-s për të ftuar për të ardhur pushtet, por do vinë shqiptarët për ndryshim, për të hequr qeverinë dhe për të ndryshuar qeverisjen. Këtë s'po bën dot PD-ja sot. Shqiptarët duhet vinë shqiptarët për të ndryshuar qeverisjen, jo antarët e PD-s dhe militantët e PD-s. Sepse nëse aty vjen një rreth i ngushtë njerëzish, grup interesi që është PD-ja, Rama e ka shumë të lehtë të përdor policinë, të përdor këto gazin do sjellës edhe ujin me piper, gjitha shkopin e gomës, dhunën, sharjet. E kupton se është si luftë mes palëve. Nëse do ishin gjithë qytetarët, ne kemi parë se si reagon Rama kur shikon kur nuhat që ka shoqëri civile mbrapa. Se si triqet. Kështu që besoj që i duhet të ndezi këtë shpresën tek njerëzit që nuk janë të angazhuar, tek qytetarët e thjeshtë, që mund ndryshoj. A e bën dot, ndoshta do kohë, po të paktën për ca kohë të filloj sot dhe pas ca kohë të kemi një lëvizje të vërtet, jo ndarjen e antarëve të PD-s kundër PS-s. Po ja, të kthehemi me një fjali. E ki protestën për shtrejtimin e naftës. Rezerva shtetërore nuk hyn brenda këtij, po themi, të eliminimit këtë rritje. Ti hyn me një protest e cila s'ka kauzë, duke pas kauzën brenda. Dhe kur del të nesërmen, ti ja u mohon edhe të tjerëve me marrë kauzën e naftës si protestim. Një kauzë, kanë ato, Baton. Një rrëfim si që kërkon ti e kanë. Pra, Partia Demokratike pretendon që përballë në garë ka një parti shtet. Dakor? Dhe parti shtet, pavarësisht se mund ta thonë ato, e thotë raporti OSBE-dit. Edhe një studim i fundit i një instituti shumë serioz suedez thotë që në Shqipëri është një autokraci parlamentare, elektorale. Pra këto citime janë. Dhe Partia Demokratike thotë që mund të jetë shumë e fortë Partia Socialiste në garë, por që të hymë në garë me Partinë Socialiste do duaj që të ketë një qeveri tranzitore, sepse kjo që është për momentin është partia shtet, sundon çdo gjë. Kështu që në këtë garë po barabartë ne nuk hymë dot, çfarë do që të bëjmë? Çfarë do shkencash që të bëjmë? Platforma, të ofrojmë njerëzit në të gjitha mënyrat e tjera që do bënte një opozitë normale në çdo vend. Ne përballë nuk kemi një parti politike që po garon, por kemi partinë që është shteti vet. Kështu që në këto kushte, kërkesa e saj besoj se është legjitime. Nëse pas plotësimit të kësaj kërkese nuk do të ishte në gjendje ta fitonte garë për 1000 probleme që ka Partia Demokratike,
atëherë bim dakord. S'ka problem. Kjo është problemi. Raçaj, po më jam në program. Nuk është ka drejt për të kjo kërkesë. Kjo është tjetër çështje. Problemi është situarisht te kjo. Sepse njerëzit kur thonë që ne duhet jemi të barabartë, duhet vi unë ti duke bë këtë pra protestë. Qytetarët do thonë çfarë ndryshon. Pra ti duhet i bindesh shqiptarët që ndryshon diçka. Po si do i bindesh? Do i bindesh duke treguar pse rritet vërtet shpërimi i naftës. Është vërtet taksa e qarkullimit apo është karteli i naftës që kontrollojnë 4-5 firma këtu që i kanë rënjët që nga PD-ja? Që PD-ja se përmend kur emrin. Ai duhet të përmendësh emrin. Do ta thuash vërtet pse rritet shpërimi i naftës. Do të thuash vërtet pse rritet shpërimi i produkteve të ushqimore në Shqipëri. Pse shpërimi e shportës sot Shqipëria ka më të lartë se Italia. Po këto duhet të thuash pse arsyet, kush janë faktorët. Me kë, po s'ja u the këto, njerëzit nuk të besojnë. Prandaj ti do të thuash vërtet që ne duhet të kemi një garë barabartë për të ndryshuar, por po do ndryshoj qeverisja. Dhe duhet i bindesh që do ndryshoj qeverisja, se po të ndryshoj qeverisja, thonë ata pse do vim ne një betejë të PD-s për çfarë arsye, qytetarët. Pra duhet ta bëjnë qytetarët betejën, jo vetëm PD-ja. Ne i mbështesim PD-n në këtë kërkesë për garë barabartë gjithë, deri në protestë, kemi thënë që protesta duhet etj. Problemi është që kjo protestë duhet kaq sterile sa ç'është sot, përderisa nuk ka qytetar. Përderisa është vetëm me njerëz të angazhuar. Që pyetja e fundit që kam unë te kjo pra se të kalojmë te Asambleja e Dramës, është ore njerëzit janë mbledhur aty në Partinë Demokratike, pse nuk flet njëri fare për këto probleme? Se kur ishte Partia Socialiste në opozitë, ose qoftë në pushtet sa kohë, po në opozitë veçanërisht, flisnin socialistët. Nanon nuk linin gjë pa thënë. Për nanon, derisa pastaj ndroi pushteti, kalonte kaq muajt e maj. Ishte vetëm një Parti Demokratike, e ka bërë kazermë Rama tani partinë që do flasim. Jo, tani aty e ke po ka një fasad demokratik. Kanë një justifikim abilera se janë në pushtet. Justifikim të mos kesh parti që je pushtet. Për 2-3 vite ne çfarë nuk kemi dëgjuar brenda asaj partie. Domthon kanë qenë dy palë që janë ngërdesh me njëra tjetrën, e kemi dëgjuar të gjitha gjërat. E mundshme të fotografohen aty beja jo te pallati i kongreseve. Për momentin sigurisht që pjesa më e madhe atyre që janë ofruar nga pjesa tjetër, janë ofruar në Tukën e Berishës, sigurisht që nuk guxojmë të flasim, kanë gjetë kompromiset e tyre dhe ata. Gazi Bardhi, Gjek Marku, Po, kanë gjetë kompromisin e tyre. Deri në momentin që ishin jashtë, u bashkuan aty ata. Po, e ndjejnë veten të pafuqishëm për të bërë një gjë ndryshe. Kjo është e qartë. Kjo është e qartë, s'kan fuqi, s'kan guxim për të bërë një gjë, edhe rrin atje. Tani rrin aty thotë. Nuk flet njëri fare, ginish. Pusht flas thot Batoni. Ngreqje pallat njëri lart, njëri ul poshtë dhe çat thot. Nuk ke çat thua. Tani kalojmë pak te Edi Rama premton fitore edhe më thellë. Është mbajtur asambleja e Partisë Socialiste, asambleja e madhe, mbledhur gjithë aty në asamble. Dhe sa zgjati si kohë se nuk e mbaj mend unë. Do që kemi pa në ekran, ose në telefon, ose në laptop, ka zgjatë një 2 orë diçka. 2 orë diçka. Pesa tjetër, nuk, edhe 1 orë tjetër. Një orë, pas ka zgjatur, në me thënë. Ja, le të ndjekim disa momente nga fjala e Edi Ramës. Ne hymë në fazën tjetër të punës sonë për zgjedhashme, të cilat duke u nisur edhe nga analizat e bëra, duke u nisur edhe nga forcat që do të kemi kapacitetin të disponojmë në terren, kemi gjithë arsyet të besojmë se do të jenë me një rezultat edhe më të mirë sa zgjedhja e shkuar. Ne, negociatat me Bashkimin Evropian, do t'i mbyllim brenda mandatit tonë. Dhe nuk ka mërgat qyqesh në Berlin, në Bruxelles, që e ndalë Shqipërinë në këtë proces. Ne du të zbresim numrin e deputetëve. Ne duhet të bëjmë depolitizimin e plot administratës zgjedhore, duan apo nuk duan ata që kur mos daqin. Nuk do të ketë asnjë kandidat që do të marrë miratimin për të rikandiduar si kryetar bashkie pa 10 kontratat të firmosura në kuadrin e paketës maleve, 10, dhe pa 3 ndërmarrje të përbashkëta të miratuara. Prefektët do të marrin një fuqi tjetër. Prefektët do të jenë 12
zëvendës ministra të brendshëm në territor. Ne nuk mund të kemi ambicje për të qenë ata që duhet jemi duke pasur 34% gra. Tirana, Lezhë, Shkodra dhe Kurs. Shkodra dhe Lezhë kanë bërë një hop të jashtëzakonshëm. Po të kemi parasysh nga e nisur. Tirana nuk mund të jetë në asnjë mënyrë aty. Por ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe ne duhet ta ngrejmë Tiranën më lart se sa mesi i atij klasifikimi, me çdo kusht. Pra, kjo ishte kronika që ne kishim përgatitur për asamblenë. Sikur se dëgjuam nga deklarimi i zotit Rama, socialistët po bëhen gati për zgjedhjet e vitit tjetër, për zgjedhjet lokale. Dhe si sa zoti Rama, do ngret Tiranën edhe më lart, e më lart. Pra, por ai ndërkohë lajmëroi të disa ndryshime, si ulja e numrit të deputetëve, ndryshime në funksione prefektëve të tjerë, prefektëve. Dua një koment për asamblenë dhe pastaj për propozimet. Kush fillon të bëjmë demokratike? Tela, filloni? Tani, çështjen e numrit deputetëve ne kemi dëgjuar dhe në fjalimin e parë. Jo, pastaj këtë. Po një opinion për Asambleja është qartësisht nisja e përgatitjeve për garën elektorale të vitit të prillit a majt kur do mbahen të 2027-s. Dhe PS-ja ka qenë gjithmonë e qartë këto vitet e fundit në mënyrën se si ka nisur fushatat edhe te fakti që i ndam punët që përpara në ndryshim nga Partia Demokratike, nis garën përgatitjet edhe cakton dhe qëllimet. Ajo që të bën përshtypje është hera e dytë që kryetari partisë tashmë, Edi Rama, ndryshimet nuk i artikulon më edhe për publikun, por brenda Partisë Socialiste, siç bëri dhe ndryshimet e ministrave. Dhe te drejtuesit e qarqeve, një gjë që më bëri përshtypje është caktimi i 2 drejtuesve politik në Shkodër dhe në Lezhë, pra 2 ministrat e sapo emëruar në detyrë, u bën direkt drejtues politik të qarqeve. Një ish ministër, që është ministri i infrastrukturës, që ka qenë një, themi, aparatçik i Ministrisë Energjetikës, që më pas u bë drejtor OSHE-je prap një ndërmarrje publike, u bë ministër dhe menjëherë u bë drejtues politik qarku. Domethënë, themi pa përvojë fillestare politike dhe merr direkt detyrën e drejtuesit politik. E njëjta gjë vlen edhe për drejtuesin politik të Lezhës. Edhe ai punojës në kryeministri si punojës. Këto 2 elementet bëjnë përshtypje për të shkuar prap te teza që ne këtë Partinë Socialiste e shohim ende si parti shtet. 2 njerëz që s'kan pasur lidhje me një parti katapultohen për të drejtuar politikisht një qark. Çfarë mesazhi ka kjo për elektoratin e PS-s? Largimi i Spiropalit prap nga drejtimi i qarkut është një lëvizje politike, por është pasojë e një lëvizje më të parshme që ishte shkarkimi i saj nga detyra. Këto janë 2 elementet që më bën përshtypje, sepse pastaj zhvendosja e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës dhe kryetares së Durrësit nga pozicioni politik mund të ketë edhe arsye të tjera, që ndoshta i din vetëm zoti Rama dhe të tjerët. Por caktimi në këtë mënyrë i drejtuesve politik ngre pikpyetjen që thash. Për temat e tjera pastaj që kanë bëjmë me uljen e numrit të deputetëve, është një tezë që është hedhur nga zoti Rama që në shtator, por është një gjë që s'mund ta bëj dot vetëm, duhet ta bëj bashkë me Partinë Demokratike, për më tepër që kërkon ndryshim kushtetut dhe zoti Berisha nga ana e tij duket sikur nuk është kundër, por me atë propozimin që do të përfitojë edhe vetë, thotë të ngrejë një senat me 40 deputet, edhe pastaj dhomën e dytë parlamentin me 100 deputet. Mirë, është... Dhe më thonë, vizualisht nuk ka ndryshuar asgjë në asamblenë e pardjeshme, por është ajo pamje, por logjika politike më thotë që në sekretariat ose njerëzit që janë emëruar në përçarje tregon se në sekretariat dhe sekretari i Partisë Socialiste do tjetë një figurë e cila ka, dhe më tha, një farë lidhje
me këtë strukturë të... Po thuaj pra Belinda Balluku. Jo, nuk e di. Po thuaj. Nuk e di. Jo, nuk po thëmë. Unë po thot në politika politike. Dhe ajo që më bëri përshtypje është se sekretariatin e la për në një moment tjetër për ta ndryshuar, qershor, se mos është kjo dozë e madhe. Dhe me siguri qershorin, ose kur do që e bën, sekretarin dhe sekretariatin, realisht hynë në përgatitjen e zgjedhjeve. Kjo ishte esenca për mua. E thamë me pak butësi, caktimi 2 ministrave drejtues politik, por thelbi kjo është, pra, domethënë, dhe një pjesë të madhe vazhdon ta zotroj zonja Balluku në parti. Tash, ajo që tregoj për Tiranën, tregoj që Tirana është i vetmi vend i cili mund të godas edhe mund të reagoj rrufeshëm dhe jo në mënyrë, po themi graduale, si që reagojnë qytetet tjera. Dhe me thëmë, friga se Tirana dhe elektorati, këtu e patë për elektoratin ngri, Zoti Rama, tregon se kush janë mrenda këtij mobilizimi, cilët njerëz, të gjithë ishin. Nuk e di nëse keni pa se në cilat zona janë, në zonat i kanë futur nga 2-3 figura kryesore. Nga 2-3 figura kryesore. Në çdo njësi. Kjo tregon që a e don Tiranën me çdo kusht, pra arsye se Tirana ka pas një vakum edhe menaxhues, edhe politik, edhe një betejë të mbrëmshme, edhe mos themi betejë në mes njerëzve të Partisë Socialiste, që realisht ka dalë shesha zi tash. Dhe kjo dëshirë për ta stabilizuar Tiranën së pari, tregon se në Partinë Socialiste duhet të rikthehet disiplina e cila ka qenë për vite. Dhe jo vetëm disiplina, por edhe njeriu kryesor që dukej se do të jetë pasardhës i Partisë Socialiste, e që tash është në paraburgim, fuqinë që kishte mbi Tiranën, do të zëvendësohet ai me një grup njerëzish të cilët do ta rikthej menaxhimin. Tash, nëse kemi Partinë Socialiste që 1 vjet e gjysmë më herët e tregon një farrugë se ka po shkohet, unë besoj që në qershor mund ketë pakënaqësi edhe nëse ndërtohet një, po themi udhëheqje e re në Partinë Socialiste, por asnjë pakënaqësi e cila mund ta dëmtoj Partinë Socialiste në garë. Por nëse është kështu, dhe Partia Demokratike, më falë që për përmendi, për bëjnë një digresion, nuk e ndjek këtë rrugë, por e kërkon qeverinë teknike, mendoj që rezultati mund dihet pastaj. Dhe edhe një gjë, Andi Desha, une jam për idenë e qeverisë teknike, por 2 vendet që e kam pas. Qeverinë teknike, Macedonia dhe po dhe Shqipëria ka pas. E ka pas edhe një vend i tretë në një moment caktuar, por tregojnë që janë pas suksesshme. Për arsye se nëse opozita me qeveri teknike nuk e fiton betejën, atëherë fuqia e saj humbet. Atë shumë, sa që rikthimi është shumë i zorshëm. Por ka më mirë e ke kontestimin e diçkaje të një pushteti që u udhëheq zgjedhjet dhe i thu që ti je shtet dhe pushtet bashkë dhe i ke... Në këtë mënyrë ti largon çdo alibi të mundshme të pas zgjedhjeve. Në këtë formë. Po. Kemë shumë garanci që mund të jetë zgjedhje drejta. Zgjedhjet duhet të sjellin stabilitet. Që zgjedhjet të sjellin stabilitet duhet patjetër që të jenë të besueshme. Unë jam për zgjedhjet të besueshme. Nuk sjellin stabilitet. Jo, unë jam për zgjedhjet të besueshme. Ose i bën vetëm një palë. Tani Rama tha aty, çau bën Rama? Rama sot po ndon një strukturë elektorale për 2029-ën. Kemi të qartë. Sigurisht. Pra, ka reformën territoriale administrative që e ka vendosur si do të bëj, me sa bashki dhe me sa bashki, se si do të ndërtoj bashki, numrin e bashkive, e ka të qartë se si do të bëj me numrin e deputetëve, e ka shumë të qartë që këto gjëra nuk do i zgjidhen në PD-n, dhe PD-ja do japi voton dhe do kalojnë referendum, që e tha dhe këtë, që do i bëjmë me referendum këto gjëra, do ul numrin e deputetëve dhe numrin e bashkive. Me censusin ne kemi parë që Tirana është 1/3 e popullsisë së Shqipërisë, dhe praktikisht duhet të ketë 1/3 e numrit deputetëve që dalin nga parlamenti.
Dhe ai çfarë bëri, blindoi Tiranën, sepse Tirana duhet të ketë, nëse ka 100 deputet që dalin direkt, Tirana duhet të ketë 33 deputetët nga 100. Nëse janë 140, do i ketë 41. Do ketë 40. Pra Tirana do ketë akoma më shumë rritje të numrit të deputetëve dhe që do jetë vendimtare për rezultatin e zgjedhjeve. Është sot vendimtare, do bëhet akoma më vendimtare. Dhe kjo është një nga arsyet. Pak modeli... Ai e ka të mundësin të bëjë këtë, sepse ai nuk bën asamblea. Ajo është një show që ai e bën për të treguar që ka forume, që nuk janë forume. Për shembull aty, ai e shkarkon heqje Elisës Perupari nga drejtuesi e Tiranës, i bën gjitha vetë, asnjëri si thotë as çfarë ndodhi, as si ndodhi. Ka një sekretar përgjithshëm atë që nuk e di si do i bëj ky organizimet, edhe e cakton sekretarin përgjithshëm Durrës për shembull, dhe dëgjon për herë të parë sekretari përgjithshëm që u caktuan Durrës. Që Elisa sekretari përgjithshëm s'digjet. Del pastaj, ai thotë do thellojmë rezultatet, del sekretari përgjithshëm nga asambleja, e thotë do fitojmë 100% bashkive. Kupton çfarë marrin as flasin këta në një parti që nuk ekziston, vetëm kjo mund ndodh. Jo, ka qenë edhe një fjali interesante. Jam shumë i pakënaqur dhe Partia Socialiste është shumë i pakënaqur me sekretarin dhe sekretariatin. Sekretarin dhe sekretariatin. Dhe më e bukur ishte hyrja ishte ky vetëm, dhe sekretari përgjithshëm me Belinda Ballukun për të dhënë mesazhin që Belinda Balluku dhe sekretari përgjithshëm janë bashkë. Është pushteti i saj, nuk është vënë dyshim. Dhe tregoi këtë. Pse i vuri 2 ministrat si sta Tela, që është shumë e rëndësishme, shumë shpjeguese kjo. Ai i vë 2 ministrat jo se ata kanë përvojën politike, sigurisht. I vë sepse ata kanë mjetet shtetërore për të përdorur në fushat. Ai i vë ata sepse e di që çka ka Ministria e Mbrojtjes, drejtora, nëndrejtora, shefa drejtues shas, janë ata, çka ka ajo Ministria e Energjetikës dhe Transportit, do përdoret gjitha për fushat. Është partia shtet. Mënyra si funksionon vota. Dhe thotë, do i vëmë ministrat, sepse këta do marrin votat. Dhe si do i marrin votat, duke përdorur mjetet shtetërore. Kështu që Rama është i qartë në bashkimin e partisë me shtetin, në vazhdimin e rrugës së bashkimit të partisë me shtetin, është shumë i qartë. Do të thelloj këtë unifikimin e partisë me shtetin, siç do të thelloj rezultatin elektoral. Kështu që ai sot, për këto që bëri, dhe me komisionerët, dhe komisionerët që do jenë jo partijak, pra nga administrata civile, ne do kemi një rezultat spektakolar në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kanë drejtë që thonë do të thellojmë rezultatin, sepse me referendum ndoshta mund bëhet dhe kjo, që komisionerët të mos jenë partijak, po të jenë të administratës shtetërore. Bëjnë një përshtypje në një fjali. Do i marrin të gjitha bashkinë. Po. Nuk tha do i marrim, ai tha ne do im garë. Shpjegoj Klosi. Logjike mund të jetë kjo, pra ne do im garë për të fituar të gjitha. Shpjegoj Klosi, pra do të fitojmë të gjitha. Ky tha do të thellojmë rezultatin, ai tha do të fitojmë të gjitha. Por e kanë thënë edhe zgjedhjet më pashme, domethënë nuk ka të bëjë çfarë masash merr ai. Ai redukton numrin e bashkive, redukton numrin e deputetëve. Ka të bëjë subkonscienca, jo fakti. Referendumi që ti bëj këto. Rishpërndan partinë e vet, bën dhe komisionerët jo partijak, dhe atë s'ka kush. Ka dhe 200.000 veta rrogtar të shtetit që janë administratë publike, dhe që nuk duan të lëvizin nga statu quo-ja e tyre, kanë familjarët e tyre me vete, që kanë pensionistët nga pas. Ma ai po bën planin që të shpallet mret me ligj. Dhe besoj që këto reforma, bashkë me çfarë do bëjmë me referendumet, do shpallen mret me ligj që të vazhdojë të jetojë sa të jetë gjallë, të jetë ai në pushtet. Që mënyrë organizimit fushatave politike në Shqipëri ka ndruar dhe fatkeqësisht ka shkuar më keq se sa çka qenë. Kjo nuk bën përjashtim të dyja krahat politik. Po sigurisht që Rama që në fillimet e tij u pa mandatin e parë, po thojë, u pa si njëri që mund sillte një frym të re, edhe kjo është një dështim shumë i madh. Partia Socialiste sot, në kuptimin e funksionimit të saj të brendshëm, është ku më keq se sa PD-ja për hir të vërtetës, sepse aty ka vetëm një dhe një është absolut këthe nga PD-ja, me gjithë opozit, me gjithë me kushtet kufizuar, del në një, lëshon një shkëti, ke gabim. E ke gabim fare. Po mirë, po... Të mlejo të amëroj. Nuk të ndryshon njeri mu. Po mos e mendoj që ta mendojmë të nekshu. Atëherë më thuaj... Ka njeri të dytë në Partinë Demokratikë. Thash atë. Thash ka dikush aty që flet dhe kundër, ka dikush i ngrenë nga herë dorën, ka dikush edhe që përjashtohet se ndjen kërcënuar leadershipi, kurse ka krau tjetër nuk e. Te krau nuk e asnjë njeri. Ka dhe i votojnë kundër ndonjëherë. Ka.
Por edhe Saljani, si do që tjetë, është një zë brenda më qënë si ka. Nuk flasim vetëm për deputetët, flasim për personazhe publik të opozitës. Normal. Ish deputet, antar partije. Rama e ka flasim. Në qoftë se dikur gjitha partitë, po partia socialiste, përgjithsisht, të liderët, të drejtuesit e qarqeve i kishe me të vërtet elita brenda llojit vet, brenda kontributeve të veta. Sot kemi shku këtë teknicitët partorës. Në Partinë Socialiste, po përjashtoj vetëm zotin Petro Koçi, ke një zë që dalë pak kundër. Po fare po them. Arben Ahmeda është. Jo që ka bo, po e ka pajis spakon me gjithë. Është atje pra? Ai ka gatën e fyqeve. Në aktorët politik të Partisë Socialiste, vetëm ai ka dalë një 2-3 herë. Ajo është më gatë e fyqeve, nuk është pas. Vetëm një fjalë që ta bëjmë. Zotë Arkivi, vetëm një fjalë. Nuk duhet të kërkojmë, ja, të lutem. Të janë flukse të njerit dhe tjetrit. Sigurisht që është kështu si thua ti në Partinë Socialiste. Por sigurisht që është kështu edhe në Partinë Demokratike. Po patjetër, më patjetër. Të tillë kanë bërë të 2008. E kanë caktuar 2008. Por në këtë garë. Të mos ndalojmë në gjëra. Lutem ta mbaroj. Po mos ndalojmë në gjëra që gjithë din prekohesh tani çan do. Do duket sikur ne themi tani që Befas ti thea është demokratike, Partia Demokratike, tani po thua që Partia Demokratike është demokratike. Jo, s'tash ashtu, nuk tash ashtu. Më shumë zëra ke këtej, del na një këtej, është kurse ky ka mbyllur dy. Të paktën atje ka ndonjë zë, tha. Tani nëse ti mendon që në Partinë Socialiste, në pushtetin e Edi Ramës, ka ndonjë zë që mund të kritikojë Edi Ramën të harroje. Të paktën të PD-ja kritikojnë dhe i nxjerrë, i përjashton. Çfarësi ka? Ai përjashton, këtu nuk guxojnë. Këtu kritikoj pasi përjashton Rama. Zoti Edi Rama, le vëdhe një fjalit them. Ata si jepin dorë. Po e the pra 100 fjalit tani, po vazhdove këtu nuk shkon me. Jo, se kam thënë. Do të them diçka. Rama dje bëri ofertë politike, zotëri. Bëri ofertë politike. Bëri ato ndryshimet që tha Rama, është një skem tjetër për të fituar zgjedhjet, dhe nëse arrin hap negociatat, i ka të mbyllura zgjedhjet, zotëri Akipi. I ka të fituar. Që do negociatat i ka të fituar zgjedhjet pa negociatat. Kaq, edhe po me negociatat i blindon fare. Tani ai po e bën ligjin, ai po e bën të gjitha ligjet. Ata një serioz punojnë zotëri. Kurse PD-ja rrin del dhe merret me katyushkat. Ai po e bën. Merret me molotovin. Ky punon zotëri. Punon se opozita, më çfarë do bëj opozita pse? Paro filmin. E bën dot ligjin opozita si çdo. Do e bëj ai. Se ka frikë edhe për Tiranë se kanë burka të tjetrin, o zotëri. Po. Dhe do të detyruar të punojë, kanë në burg kryetarin. Jetën i bëri zgjedhjen pa kryetarin. PS-ja, është shumë organizuar. Jetën i bëri pa kryetarin. Po. Dhe tha bile. Tani Rama deklaroi se negociatat me Bashkimin Evropian do të mbyllen brenda këtij mandati. Pra brenda vitit 2029. Mendoni që është realist ky premtim apo ja fut kot? Me thënë drejtën, e lexova dje në Politikon një shkrim për Bashkimin Evropian, edhe nga analiza parë se vinë ditë zeza. Jo vetëm për Shqipërinë, vinë ditë zeza, thoshte Moldavia është shumë largë për mbushjes së kushteve. Ukraina nuk e dim se si do ta ketë fundin e luftës. Pastaj tha nuk do të dim çfarë të bëjmë me Hungarinë, e cila po vendos veto dhe është një autokraci për cilën na nuk kemi as zgjedhje, as zgjidhje. Nuk i dihet se këto zgjedhje është pak mbrapa këtu. Po, unë po them Orbani. Çka lexova? Dhe ti e keni betejë me Zvencit edhe Gjermanisë, ose ministrit jashtëm gjerman në mes të Hungarisë. Fare me ne dhe me dhe desha me orë te kjo e jona. Me qenë se Malin e Zi nga 33 kapitu i ka mbyll 13 dhe mund t'i hap, ose s'paku mund t'byllen edhe Malin e Zi mund t'a me rrugën, unë mendoj që Malin e Zi është në një situatë delikate geopolitike, pra sy se nëse vetëm 30.000 vota ma shumë ka malazez se sa serb, dhe këto vota që kanë malazez janë bosnjak, shqiptarët, gjithë që i te kalojnë votat e komunitetit ose grupit etnik serb, tregon se aty ka probleme serioze dhe minohet gjithmonë se cili pushtet që fitohet. Qofshin ata serbët në koalicion me komunitetet tjera, qofshin malazez me komunitetet tjera.
Malizia ka urgjencën maksimale. Por, a ka një rrugë tjetër në një vend çfarë është Macedonia, që nuk respekton asgjë, është autokraci elektorale gjithashtu, dhe a ka rrugë për ta shpejtuar rrugën e Shqipërisë. Unë besoj që Merz do ta vendos kriterin për Shqipërinë, Malnezi, Macedoninë, Serbinë. Serbia në këtë fazë jo, por edhe nëse hynë, unë nuk e di se do ta marrin Bosnjën me vete, dhe nëse ata vendosin kritere që s'duhet ketë për asnjë problem, atëherë nuk e di si do të shkojnë këto tjerat pa Serbinë. Nuk e kam qartë. Se Serbia realisht krijon probleme në Macedoni, krijon në Kosovë, krijon në Bosnjë, krijon në Malzi. Në fakt, Rama ka thënë që më shkrua në një analist, Lajrt Dogjani, që në 2027 do mbyllen negociatat. Ne do i plotësojmë. Do mbyllen. Na do i plotësojmë kushtet. Do i plotësojmë kushtet. Për mbyllje. Do mbyllen 2027 dhe procesi tjetër 2029. Dhe me këto problematika, me thonë drejtën, une nuk e di, vetëm e gjejmë atë variantin që francezët kryesisht e dëshirojnë, që mos ketë ndryshime kushtetuese në Bashkimin Evropian për këto vendet e Ballkanit, të hynë pa drejt vetoje, që rrugës pastaj bëhen ndryshimet kushtetuese. Por në këtë rrethon, çfarë do bëhet vetë me Bashkimin Evropian? Se dhe kjo është një farë dileme nëse po i shohim 3 shtete të mëdha perandori që në kundër Bashkimit Evropian, pe bojnë një rend të ri botnor, ndoshta se di kur Franca dhe Anglia ndoshta nuk do të kenë vend këshill sigurimit. Nuk e di si do të jetë rendi i ri botnor, pastaj na të mendojmë për këtë Bashkimin Evropian. Këtë pyetje i kam dilema që mi sjellin plot njerëz të cilët merren me këto çështje. Edhe vetë duke përcjell çdo ditë, çdo rrethon gjeopolitike e re që po krijohet. Pra, të gjitha këto pas luftës, ashtu është, pas luftës me Ukrainën, debati i madh është si do ndikojë lufta tek Unioni. A do jetë lufta një element që do ta zgjerojë Unioni apo do ta frenojë? E vërteta është deri tani e ka frenuar, se s'kemi pas asnjë lloj zhvillimi. Megjithatë, nëse do mblesh zoti Rakipi vetëm një fjali do të them. Pavarësisht kritereve, pavarësisht qëndrimit që këtë javë ishte nga politika jashtme e Bashkimit Evropian që nuk do pranojmë kaltroje vende anëtare, domethënë ideja më shumë anonte tek pjesa e ndjekjes politikës jashtme, qëndrimet politikës jashtme për vendet anëtare. Problemi është që ne edhe në kohën e Berishës i plotësuam kriteret i dashur. Dhe Unioni nuk na bëri. Nëse kujtohet, plotësuam kriteret dhe na vendosi një paketë shtesë. Me pak fjalë ajo që duhet themun, dhe këtu bashkohem me Batonin, do jetë një vendim politik shumë më tepër se teknik. Kështu që kjo histori që thot Rama i bëjmë 2007-2019 nuk është thjesht çështje teknike, është një vendim i Evropës dhe jo ynë. Dhe Europë, po. Tani, fare shkurtë dua nga secili pyetjen e fundit që kam, se pastaj do vëllëm dhe një pika e tretë që është një pikë shumë e rëndësishme për luftën. Qeveria, siç e dim, është përfshirë në skandale, disa skandale. Dhe të forta. Sa po morën njëri fillon tjetri. Tani, fare shkurtë, si mbijeton tani pas këtyre skandaleve? Ç'është arsyeja mbijetesës? Se cili nga ju fare shkurtë. Edhe ikim nga këtu, vim të kjo pjesë. Shikoj që të flasim për se kjo punë e integrimit të Ramës nuk e besoj njëri kur tha 2007, nuk e besoj njëri as 2009 njerë. Kjo nuk duhet sikur BE-ja të jetë super solide dhe nëse si shka qenë, mos ketë asnjë problem, asnjë pasojë nga luftrat që po bëhen. Prap, ai nuk i plotëson ato kriteret. Dhe vetë thanë mbrej në asamble që ne me çështjen e sigurisë ushqimore jemi shumë mbrapa. Imagjinova sa me çështjet e mjedisit e me çështjet tjera. Kjo është, unë se kuptoj pse vazhdon të gënjej kur mbaruan zgjedhjet, gënjeu shqiptarët me atë punë, ta harroi tani, ai s'ka i barin, s'ka raportin e progresit të marsit, i barin. Mund t'i bëhet në prill. Dhe atë pikën që kishe pozitive, që ishte drejtësia, e ka negative.
Kështu që kjo nuk bëhet fjalë që ai nuk e kupton pse vazhdon të gënjejë, po nëse i duhet siç duket si për zgjedhjet 2029 gënjeshtra. Mendoj që qeveria nga skandalet që ka, ashtu si po blindohet ligjërisht, nuk ka asnjë problem Edi Rama. Sepse Edi Rama po ndryshon kodin e procedurës penale, do bëjnë ndryshime ndoshta edhe në kodin penal, mund bëjnë ndonjë ndryshim kushtetues ndoshta më vonë, dhe po lejoj referendumin, mund bëjnë ndryshime kushtetuese nëpërmjet referendumit, siç po tentoi Meloni në Itali. E humbi. Ajo humbi, po e humbi se Italia është tjetër çështje, po që ky me atë skemën e referendumit. Jaftës të funit, kjo e referendumit në Itali ka qenë të majtës gjithmonë, Po ran kurth ajo. Ran kurth, sepse Me mendoj 54% e humbi. kur e humbut majtët, tha do vetëm në djathtë, po atë humbasin atë vendet që janë mësuar me demokracinë, din të votojnë. Kështu që besoj që zoti Rama me paketë me ndryshime ligjore që po përgatitet të bëj, do blindoj aq mirë veten sa nuk ka çaj bën fare asnjë skandal, të paktën ligjërisht. Politikisht pastaj është mësuar ai, se nuk është se ka majorancën tani dhe po qeverisën majorancën. Politikisht mjafton të ketë organizimin e tillë të Partisë Socialiste dhe të patronazhistëve dhe pastaj zgjedhjet fitohen me metoda të rilindase. Kështu që nuk kërcënohet më Rama pas kësaj që ndodhi dhe pas ndryshimeve që pritet të bëj, pas precedentit që krijoi parlament që nuk e jep imunitetin, nga asnjë skandal. Goditjet do janë vetëm në imazhin e tij, por ai ka zgjedhur që mes votës dhe frikës ka zgjedhur qeverisë me frikën, kështu që kjo është e mbyllur. Tani, për ta lidhur prapë me çështjen e integrimit, për momentin BE-ja ka tre modele ose tre mënyra që i ka përcaktuar për integrimin. Kemi modelin e Ukrainës dhe të Moldavisë, pra ideja e integrimit me faza... Ikëm me integrimin. Jo, po për ta lidhur me Ramën. Jo nuk e lidhim dot sepse na mbetet zgjidhur pjesa e tretë. Dhe po doni, ajde ulu këtu në vend tim, vlla, ulem unë aty te ty dhe vazhdojmë. Mbetet lidhur pjesa e tretë, thash fare shkurt. Ose më lini ta bëj ose mos nuk e bëj fare këtë emision dhe e mbyllim. Çfarë them unë tani? Ti më kthehesh te pyetja tjetër. Unë bëj këtë pyetje në fundit, po them po pret tjetrin të hyj dhe të vazhdojmë. Flen njerëzit. Flen njerëzit më vëlla. Do e kisha mbaruar ndër tash. Mirë. Mbaro, vazhdo. Vazhdo sa duhesh. Ky është modeli gjeopolitik. Shqipëria dhe Malizi dhe pjesa e Ballkanit Perëndimor kanë qenë gjithmonë me tendencën e pranimit me merit. Ka dhe modelin e Islandës që ka gjitha standardet e ndërprerën 2015 nëse nuk donte dhe tash i ka lindur dëshira të hyjë në BE. Ajo do bëj referendum në gusht. Dhe ky është një model tjetër i pranimit në BE. Edi Rama në Shqipëri ka vendosur që për momentin të kundërshtoj gjithë kërkesat e BE si kanë bënë lidhje me çështjet themelore të sundimit të ligjit. Dhe në çdo variant të mundshëm që në 2027, 2028, 2029 e mëtej BE-ja të thotë nuk pranohet se janë plotësuar kushtet, një nga këto kushtet është mënyra se si është sjell me spakun me gjyqësorin këto ditë. Kaq. Okej. Më morën vesh. Ore, pse si hyn gjem pyetja ishte pse si hyn gjem këmbë Edi Ramës pas Nuk ka se çfarë ti hyn këmbë sepse të gjitha institucionet janë të gjyqëzuara para Ramës. Kaq është. Baton pse nuk hyn gjem. Kaq. Një gjem këmbë nuk hyn. Çi shpjegon ti këtë? Si ka... Njerëzit hyn gjem bide kot. Me gjithë të skandale. Pse ti mendon që duhet direkt me të hyj diçka në kamp për me përjetu dhimbjen? Po jo, për ju. Ajo është i çpum në ana sa duhet. Dela pse nuk hyn këmbë. Fare. Se ndoshta edhe thonë, ja hyri gjëmin këmbë ti, po kush vjen më pas? Dhe s'ka një alternativë. Vjen më Po pas. si do hyj gjëmbi konkretisht, s'ka si hyj, sepse nëse ai kontrollon pjesën më të madhe drejtësinë. Nëse ai kontrollon parlamentin, i ka ushtar shumicën në 83 vota. Nëse ai është gati, i ka shumë të lehtë të ndryshojë kodin e procedurës penale, kodin penal, ndoshta edhe kushtetutën në përmjet referendumit. Çfarë do të këmbët? Jo, be është E kaluar ti the publikisht që ja futet teles për pjesën e tretë, pjesës tretë, të tani ta fut tela ty ti ky ose të rish ti. Për Iranin do Për Iranin. Jo. Ekspert Irani. Vetëm një gjë. Thuaj gjën e fundit të lutem se Një fjali. e pesherin me telën. Jo, unë se flasoj, Jo, fore. Po thuaj pra. Unë e të rriqe me njerë. Po thuaj pra. Unë
mendoj që një fjali e vetme që në këtë A kohë... ka ardhë Egoni? Në këtë kohë është, siguria është para se të gjithash. Dhe unë mendoj që askush stenton të destabilizoj Shqipërinë deri në atë masa të fus thera mbranda në qeveri. Nuk ka shansë. O drejtësia o votat i futë... Nuk i kënë rama pa destabilizuar më në. Faleminderit shumë për kontributin dhe për pyetjen e mbrapshme. Një pyetje e mbrapa që je përgjigje. Pa kjo që dhe fjalën e fundit, më do iki. Edhe dhe është fjalën prapë i fundit. Dhe largohesh ti se ai ta publikishin e kaluar. Edhe vjen Egon Loli, eksperti që është ndërkombëtar, dhe vazhdojmë me ç'do bëj tani Trumpi. Ç'do bëj që varet edhe me një punë për ne të shkretët, jo nafta jo këto se Trumpi bën çfarë i do bëhet pas 5 ditësh thuaj. E bëjmë lëvizjen këtu direkt, nuk ka nevojë për të futur. Lëviz Tela, ti aty merr mizën Egoni dhe ulet këtu. Se live jemi, nuk ka problem, ndodhin këtu. Nuk ndodh ndonjë. Fillojmë me mirën e dhe ndërkohë. Pra tani, në këtë pjesë ne kemi apo e mbyll Trump luftën në Iran. 40 orë më parë, a i tha do të hethës për sot e kështë e lenë, baton që do hitte, do qilon të fort. E kam dëgju konferencën për shtyp. Centralet. Edhe do të bëndë si të tuash coba. Këtë Irani. A di cila është ndjenja jam ylli kur e ndëgjoj konferencën për shtyp të Trumpit, ku fillon shakaja dhe ku përfundon serioziteti. Me këtë s'kem për ta marrë vesh dhe në fund mandatit. Vetëm mos në thot... E kam problem. Po sikur kur të mbaroj mandatin, thot ai nuk i ki. Që do t'i bëjnë? Që ndodhë për shumë? Sikur të thot nuk i ki. Nuk duam. Jo më sëtë, se në Amerikë nuk ndodhë. Në Amerika e është Shqipëria. Nuk ndodhë. Pa e provoj njëherë me të sulmin e Kongresit, po? Një mbrëma, Zoti Loli, tani, ndjesë se të prite pak ti, besoj, prite. S'ka problem. Se gjithë jeta jonë prite është, dhe sa i kështu është. Vetëm këta politikanë ta nuk presin. Janë aty gjithmonë të gjithë. Tani, që po ndodhë me luftën në Iran, presidenti Trump anulloj ultimatumin, e tha ultimatumin, dhe brenda 40 orësh anulloj. Dhe tha që kanë 5 ditë kohë, ju ka dhënë 5 ditë tani. Një lloj janë pushimi, do me thënë, për të kryer negociata, pse e beri këtë? Atë nuk e dim kur, pse e beri, po çfarë ka ndodhur pak a shumë gjinish? Tani ultimatumi i presidentit Trump faktikisht alarmoi gjithë, jo vetëm rajonin e lindjes mesme dhe palët në konflikt për gjithë botën, 45 ditës, sepse ai kërcënoi midis tjerave. Nëse s'hapni Hormuzin, unë do godas gjithë bazën energjetike, kapacitetet energjetike të Iranit, dhe kjo rrezikonte që Irani të kthehesh në mesjet. Në mesjet, pa dritë, pa shërbim, gjithçka do gjunjëzohet tërësisht. Mirë, por çfarë ndodhi? Ndërkohë që Izraeli godet, vazhdon sulmet, fill pas kërcënimit ose pas ultimatumit presidentit Trump, Natanzin, i cili është një nga objektet më të rëndësishme bërthamore, dhe të tjera, Irani tregoi një kapacitet sulmi të jashtëzakonshëm sepse goditi Dimonën dhe Aradin. Dimona është, si thua, thembra e Akilit në Izrael, është centrali bërthamor, mendohet që është, ose të paktën vlerësohet nga gjithë... Dimona apo të afër, se ai sira Dimonës, afër. Sepse ishte vetëm mesazh. Doli garda republikane dhe tha, ju sjell mesazh, se po t'i pish Dimonës, baro loja mo. Shpërthen. Shpërren rrezatimi mo. Shduket gjysmë popullsisë aty. Barofi, ikën gjithë gadishulli. Po jo vetëm ajo. Do me thënë, Irani tregoi që kishte kapacitet për ta godit. Plus asaj, goditi Haifën. E di çfarë është Haifa? Po tregoi vetëm kapacitetin e rafinerisë. Është 60% e benzinës dhe 65% e naftës prodhohet në Haifa. Dhe ky do të qëllonte aty. Bëri një goditje tjetër pastaj në Arad, në një qytet me një raket lëshoi 3-4 godina me një herë në tokë. Do me thënë, Irani tregoi këtyre që unë nuk luaj më me blofe. Dhe blof në këtë rast doli duhet thënë edhe kjo, zoti Rakipi, blof në këtë rast doli kërcënimi presidentit Trump. Sepse me një herë pas këtyre goditjeve e pa që Irani nuk tërhiqet, tashmë nëse në fillim të herës ne kemi dëgjuar zëra pafund që thonin Izraeli ka betejë ekzistenciale, faktikisht
që kur filloi lufta, Irani është ai që ka betejë ekzistenciale këtë pjesë. Dhe për këtë arsye presidenti Trump u tërhoq dhe bëri atë fjalim me 30 fjali, i cili fjalia e parë kundërshtonte dytën, domethënë ishte një mishmash, një rrëmujë e jashtëzakonshme, por disa gjëra duhen parë. Ai nuk i përmendi më aty aftësitë ose goditjen, zhdukjen e raketave balistike të Iranit, po u përqendruar vetëm tek konteksti bërthamor. Me pak fjalë, presidenti Trump po mundohet ta mbylli luftën dhe të gjejë një kaos i dalë si fitimtar nga lufta, se ky është problemi më i madh. Ndërkohë që Irani po të triqet armë bërthamore. Si po të triqet, nuk është fitore kjo. Nuk është fitore kjo. Ti thua po të triqet ky mund të thotë edhe fitova. Ka mbaruar lufta. Ne nuk duam ta pranojmë, ka mbaruar lufta. Iran, që momentin që nuk u realizuan 3 objektivat kryesore, që momentin që godite gjithë leadershipin doktrinar, politik dhe pjesën ushtarake, dhe aty situata u shpërsu shumë më tepër, dhe aftësitë goditëse të Iranit janë shumë më të forta. Goditi gjithë këto platet, këto raketat mbi tokë, ndërkohë ato treguan që kishin kapacitete të jashtëzakonshme në tokë që janë paprekshme nga forcat ushtarake. U tentua që të futesh me këmbësëri, me pushtim, po kjo si duket edhe këshilltarët e president Trump ishin kundër, sepse do ishte me të vërtet një ferr. Megjithatë, ajo që mua më bëri përshtypje tek fjalimi ku presidenti Trump ofroi një 5 ditor shpaqe, ishte në radhë dytë nuk do ketë më lufta dhe do të ketë garanci që mos përsëritet lufta. Domethënë Trumpi brenda fjalimit të tij solli dhe ofertën e Iranit, kushtet e Iranit për përfundimin e luftës. Ndërkohë ne kemi thënë disa herë këtu që ka patur kontakte edhe ministri jashtëm Witkoffin dhe Kushnerin, ndërkohë pritet dhe është lajmëruar nga Shtëpia e Bardhë për një takim të mundshëm ditën e shtunë, kur Irani do të përfaqësohet nga kryetari i parlamentit të Iranit. Nëse kjo do ndodhi, sigurisht që pothuajse është mbyllur. Ajo që më bëri përshtypje ishte një analizë e presidentit Clinton ose një fjalim që u drejtua koment ku ai thonë kush janë 3 skenarët e mundshëm të ultimatumit Trumpit. Dhe një nga ato ishte nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen dhe kalon afati ultimatumit dhe nuk bën goditjen, atëherë presidenti Clinton thonte që besueshmëria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë një goditje shkatërruese. Dhe ne jemi në këtë pikë. Premtoj, kërcënoj, u tërhoq. Tani nëse do flasin edhe kolegët, besoj, nëse ka një debat shumë madh kush janë arsyet reale pse u tërhoq Trumpi, janë gjithë ato arsye të cilat ne kemi përmendur pak më herët. Janë 23 ditë luftime dhe ti nuk ke arritur asnjë nga objektivat. Ke një faturë shumë të madhe të vendeve të gatishullit që kanë qenë aleatët tuaj dhe po bëjnë një presion të jashtëzakonshëm pse po shkon lufta deri në mbylljes. Po. Egon? Shiko, nuk jam ky është hapi mirë padyshim që ka ndërmarrë presidenti Trump ditën e sotme për të shpallur armë pushim 5 ditor, siç thot ai, në ndjekjet. Unë isha duke monitoruar diçka me regjin, mos the fjalimi Clintonit. Ishte fake. Që fake pra. Fake, ai fake ishte. Ishte fake pra. Fjalimi Clintonit. Po. Fjalimi, unë e mora si... Ai kishte bërë shkrim. Unë e mora... Ishte fake, po unë e mora... Ishte nga inteligencë. Edhe njerë, po unë e mora për vetën time, qofse me të vërtet... Por e more ti që more tani e mora unë e futa dhe bëra gabim. Dhe hoqe me vrap në përbotim. Këmo? Manipulimi ishte, i kështu fake. Fake. Madje ishte edhe një tjetër deklarate e kryeministres së Japonisë që ishte sërish fake. Çfarë kishte thënë? Fake ishte edhe ajo? Po, ishte fake ajo. Pa ato gjëra nuk i thot Ajatollahu për Amerikën, jo t'i thot një vend aleat, është e pa konceptueshme. Pra ajo kishte thënë që ky më ofendoi, më bëri këtë në takimit. Inteligjenca artificiale të bën gjëmën. Duhet Allah shpritet në vëllën. Nëse unë mendoj këtë gjë që pavarësisht se ky është hapi mirë që presidenti Trump ka marrë sepse i shërben Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por kam dyshime se ai takon përfundimit të luftës, sepse kemi haruar një faktor shumë të rëndësishëm që është Izraeli. Izraeli ka deklaruar sot edhe përmes vetë kryeministrit Netanyahu se do të vazhdoj luftën, do të vazhdoj bombardimet. Dhe pas bombardimet dhe tani. Dhe tani në këto momente që ne flasim vazhdojnë. Të dyja palët. Jo vetëm në Liban. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm në Liban, por edhe në Iran. Ai Libani është histori tjetër edhe shumë e dhimbshme në fakt. Megjithatë për të qëndruar tek kjo që ka ndodhur sot.
këtu problemi me Izraelin është se edhe palët që janë në opozit janë më të ashpra se sa vetë Netanyahu. Domethënë edhe një nga drejtuesit e opozitës, Lieberman, kishte deklaruar që lufta do të vazhdojë e Izraelit pavarësisht se çfarë bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, kjo mund të interpretohet si një formë presioni. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara nuk e mbyti Irani Izraelin. Unë mendoj që po e bën copa. Po të mos duan Shtetet e Bashkuara, pra po të vazhdoj Izraeli. A është një retorikës? A do ketë shumë dëme nga dyja palët, por nuk e dim. Çështja nuk është a e vazhdon Izraeli vetëm luftën në kuptimin taktik. Çështja është kush i bën presion kujt dhe kush merr vendimin për ndalimin e luftës. Se dhe Reuters i kishte rihedhur sot në diskutim një bisedë telefonike për herë të parë, 2 ditë përpara datës 28 shkurt, ku kishte ngritur dilemat se cili nga të dy, bisedë telefonike midis Netanyahut dhe Trump, cili nga të dy e kishte nisur në fakt sulmin. Dhe kishte diskutuar që sa qëndron presioni Netanyahut mbi Trumpin për nisjen e sulmit dhe sa qëndrojnë arsyet e vetë Trumpit për nisjen e sulmit pavarësisht bisedave dhe vizitave të shpeshta të Netanyahut. Po, kjo do ngelet për të parë në fakt, nëse Izraeli do të vijojë që t'i qëndrojë ide së luftës edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo nëse afati 5 ditori Trumpit është thjesht një blof, apo po themi nëse Irani tani, se edhe deklaratat e Iranit këtij kryetarit parlamentit, këtij Galibafit, se kemi haruar të përmendim shpesh, po ky është një personazh që ka bërë deklarata mjaft të forta edhe përpara se të niste lufta, edhe gjatë protestave të 10 janarit. Pra, do të shohim se çfarë Irani po përpiqet të luajë në këto momente, ku unë kam menduar sot gjatë ditës edhe jam përpjekur që të kuptoj se ku qëndron ideja e deklaratave refuzuese të Iranit. Do vënë garanci. Pra, ose po përpiqet që, duke e kuptuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump qartazi është palhumbse, po përpiqet që të thellojë deri në fund avantazhin, po kjo është me rrezik sepse mund ta kalojë të drejtën tashmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse deri sot ishte tek Irani. Është po vetë njëjtat kushte. Ose po kërkon garancinë e Kinës dhe të Rusisë, ne nuk kemi patur ende një deklaratë sot nga Kina dhe nga Rusia për këtë çështje. Ose pastaj thjesht nuk i beson gjithë kësaj loje të Trumpit. Ka pas analistë që thonë që mund të jetë thjesht një blof. Duke marrë parasysh që Trump është biznesmen, është fillimi i javës, bursat, po themi, gjatë fundjavës janë pushim, dhe Trumpi ka bërë një deklaratë për të relaksuar situatën në bursa, dhe kjo situatë mund të përfundojë me një sulm ditën e premte kur bursat mbyllen gjatë fundjavës dhe situata të kthehet aty ku është. Pra unë mendoj që ende është tepër herët që ne të mos mendojmë që të gjithë skenarët janë ende në lojë. Në paktën ky është mendimi im. Po ka arsye reale pse presidenti Trump është detyruar që të bëjë këtë deklaratë, që janë ajo se çfarë po ndodh brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përveç, po themi, situatës së pritshme në zgjedhjet e midtermit, kujtojmë që për shkak të krizës energjetike, presidenti Trump rrezikon që të humbas shumë wing states, pra shtetet të dyzuara. Rrezikon që t'i humbas. Në zgjedhjet e nëndorit. Në zgjedhjet e nëndorit. Nga ana tjetër, duhet kujtojmë që ka një problem real ekonomik kjo luftë. E ka thënë dhe kishte thënë edhe revista The Economist. Në fakt, revista The Economist kësaj here ishte një pamflet, ishte një flet rufe kundër Trumpit. E kishin pushkatuar fare, po themi, me gjitha shkrimet që kishin bërë. Po diçka që më bëri shumë përshtypje ishte llogaritja e kostove të armatimeve, të raketave, të interceptorëve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur gjatë këtyre ditëve. Ishte shumë interesante. Vetëm në 4 ditët e para të luftës, pra nga 28 deri në datën 3 mars, janë përdorur diku tek 5.000 raketa dhe armatime, ku 1.000 prej të cilëve janë ndër më të shtrenjtit absolutisht që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 16 ditët e para, në 2 javët e para. Sa ka shkuar si harç ky si para? Tani, 300 raketa Tomahawk, nga $2 milion secila, 120 interceptor Patriot, nga $2 deri në $3 milion secili, ose $3-4 milion secili, dhe 150 të interceptorve THAAD nga $10-12 milion secili,
artikulli llogariste që kostoja e zëvendësimeve të vetëm këtyre armatimeve që unë sapo përmenda tani është 20 deri në 26 miliard dollar. Kostoja e zëvendësimeve. Aq mendohet jetë edhe kostoja totale e Amerikës. 20 deri në 26 miliard dollar për sa? Për 2 javë. Dhe kjo e bën operacionin Epic Fury e bën operacionin më të shtrenjtë të gjitha kohrave të njerëzimit, që kur është historia e shkruar. Pra, këto janë, dhe problemi nuk është vetëm se është kosto e tillë, problemi është se është e vështirë edhe t'i zvendësosh këto, sepse Kongresi Amerikan mund të miratojë një fond për 26 miliard dollarësh, po themi që t'i zvendësoj. Problemi është që janë shumë pak kompani që mundet t'i prodhojnë, i prodhojnë për një kohë shumë të gjatë, për shembull raketa Tomahawk dhe interceptorët THAAD janë porositur para 3 vitësh. Për humbje zgjedhjesh nuk kanë historinë e shbazme, shkruan në Mospao, që partia e presidentit ketë fituar zgjedhjet e mes mandatit. Kjo është historike, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe sidomos kjo thellohet edhe për shkak të luftrave. Pra, për ta mbyllur këtë argumentin e armatimeve, sepse këte e ka ngritur zëvendës presidenti Vance që në 2024, një vit para se të ishte në Shtëpinë e Bardhë. Nuk është vetëm problemi 26 miliard dollarëve të 2 javëve të para. Problemi është që nuk i prodhon dot kaq shpejt. Domethënë, interceptorët THAAD që janë përdorur tash janë porositur në 2023-shin. Pra i kanë porositur 4 vite më herët, 3 vite më herët dhe kanë ardhur tani. Dhe një pjesë e materialeve që përdoren për raketat shumë të shtrenjta të përdorura në 6 ditët e para, janë materiale që nuk i gjen dot kaq kollaj. Një pjesë vjen nga Kina, një pjesë duan kohë që të prodhohen. Kështu që është një situatë e cila unë fokusova tek aspekti ekonomik për ta vënë theksin pikërisht aty ku presidenti Trump është biznesmen edhe tregtar, për të kuptuar që ka arsye shumë thelbësore pse ai është detyruar sot që të bëjë deklarata të tilla, të cilat mund të jenë blluf, mund të jenë të vërteta, ngelet për tu parë në ditë të vështim. Reuters për zyrtarin pakistanez, bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Iran mund të mbahen në Pakistan në fillim të në Islamabad. Në Islamabad. Deri në 9 prill, thuhet si. Vance, Witkoff dhe Kushner pritet të takohen me zyrtar iranian në Islamabad. Interesante. Ndryshoi komplet skema ku mendohet të takoheshin palët. Mendohet ishin në Oman për shembull. Jo, në Islamabad. E dhanë në orën dikun rreth orës 20. Islamabad. Tani, deri këtu sikur të mbyllet kjo luftë tani. Me shojmë, domethënë, varet si do të reagojë Trump nesër pas nesër, e kupton? Me ditë ndryshme i reagon në mënyrë ndryshme, por mbaron tani, kush është humbës dhe kush fitues, sipas secilit nga ju? Atëherë, luftat kur bëhen ekzistojnë ose paraqesin një model politik dhe filozofik që mund themi që ekzistojnë krime kundër njerëzimit edhe ekzistojnë krime që bëhen për njerëzimin. Hajde ta përcaktojmë se cili është këtu krimi kundër njerëzimit dhe krimi për njerëzimin. Nëse kjo betej, po themi, fjalisht dhe filozofëve që do të lindë, këtu pastaj edhe përcaktojmë kush është fituese dhe kush është humbës. Ajo që unë po mundom të pak të lidhem me kolegun, janë se këtu 300 miliard o 30 miliard të luftës virtuale, e cila në tokë është luftë konkrete. 4 javë. 4 javëshe, është vetëm për një arsye, që të shmangët lufta territoriale, ose e trupave. Nuk ka rrugë tjetër, për arsye se është menduar që një dorëzim, ose një flamur i bardhë të qohët për negociata. Dhe flamur i bardhë kanë ngritë Amerikanët? Nuk këtu është tash dilema. Me qenë se kanë hyrë Turqit si negociator dhe Katari. Po, sikur, baton, për të shtuar më tek të qëtash që ka ngritur Amerika, a i se kuptoj unë nga kjo geopolitikë, në qofë se edhe Irani ngrinte 300 flamur të bardhë, po të mos donte Amerika, s'kishte kuptim. Jo, e kemi diskutuar javën e kalumë. Kush do të shmendet rrugës? Ata që humbin
durimin dhe s'kan qa humbin madhe, gjuajnë bombat e fundit për të shkatruar gjithë shka, duke përfshirë edhe vetin, apo këta që bëjnë krime për njerëzimin, për ta qetësuar botën. Tash, unë këtë betejën, po themi kështu, të fjalive dhe të një koncepti politik dhe filozofik, është ma mirë me sqaru se sa këto gjëra tjera. Se kur flasim për krime kundër njerëzimit edhe krime për njerëzimin, që bëhen për njerëzimin, atëherë do të përcaktojmë se kush ka bërë krime për njerëzimin edhe kush ka bërë krime kundër njerëzimit që të përcaktojmë kush eviton këtë luftë. Nuk e di, unë jam me thënë drejtën, kur të përfundon kjo luftë, unë do jem më i qartë dhe fakti që Ministria e Drejtësisë se Izraeli tregoi një farë respekti për veten, mund të flasim ndoshta në emisionet e ardhshme për këto dy teza që unë i kam mende kështu në vetë. Debati madh filozofik ai. Debati madh filozofik, po Izraeli ku gjendet në këtë mes? Dhe të shtrem dhe këtë pyetje përveç sa që kisha unë. A ka bërë krime kundër njerëzimit në këtë rast? Dhe apo bën? Dhe po vazhdon atje. Dhe Gazën. 76.000 civil të vrarë. Dhe a ka interes Izraeli për të mbyllur luftën? Ata thonë që nuk do ta mbyllin. Liban se Gaza mirë, po tani në këtë moment që flasim, Liban vazhdon mbi 1.000 civil të vrarë. 1.000 civil. Aty janë pjesën veriore. Ndërkohë që kisha armë pushim aty. Në këtë moment për krime kundër njerëzimit jemi të qartë. Smotrich ka thënë që jo debati është pjesa e dytë thotë Batoni. Krime për të shërbyer njerëzimit. Do vras njerëz për të shërbyer njerëzimit. Do vras njerëz për të bërë paqen. Smotrich. Debati i madh ai. Smotrich, ministri... Na do flasim javët e ardhshme. Pasi të mbaron konflikti. Kish diskutim. Kush ka bërë ose ekzistojnë krime kundër njerëzimit apo ekzistojnë krime që janë bërë për njerëzimin, për shpëtuar njerëzimin. Këto është një nga arsyet pse u bë karta e OKB-s kur pas atij gjyqit në Nurembergut, se është dhe kështu periudhë filmash edhe teatrosh tani, që e kanë këtë si temë, ishte që të mos ndodhin ndryshime kufish në mënyrë pra me forcë përmes pushtimit. Dhe ministri i fashist, po e them, i Izraelit, një nga të dy ata, Bezalel Smotrich, sot ka thënë që kufiri i Izraelit duhet jetë në lumin Litani. Pra, si vi strategjike që Izraeli... Sa shtonë kjo tani këtu se ne se kuptojmë lumin? Është jugu i Libanit. Është 2-3 në jug të Libanit. Po mundon të shkëpusin dhe geografikisht, ose kanë hedhur në erë 2 urat që lidhin... Do me thënë, Izraeli mund të bëjë genocid, të ndryshoj kufijt në mënyrë me forcë dhe nuk ka asnjë problem, do me thënë. Ka që është fatkeqësisht vlera e kartës së OKB-s. Fatkeqësisht është, jo për mua, po them faktet. Izraeli përbën për jashtim, faktikisht. Izraeli përbën për jashtim. Populli zgjedhur pra. Po. Nëse do nuk ka problem. Çështja, ajo biseda që pyetja që shtroi zoti Rakipi është interesante. Kush e fitoi luftën? Kush e fitoi se këtë? Fare ne merremi me shifra, merremi me... Po më duket se humbën të gjitha palët këtu. Fitoi. Atëherë kush ishin objektivat e luftës, zoti Rakipi? Nuk e kuptoj. Presidenti, edhe një herë, presidenti rrëzimi i regjimit. Kishte rrëzimin e regjimit, mbylljen e programit bërthamor dhe shkatrimin e programit të raketave. Regjimi nuk urrëzoi një. E para, e dyta. Debati i madh që bëhet është kjo. Ai ishte kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo për Izraelin? Është mbyllur kjo pjesë. Edhe kreu i Agjencisë Kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës i kundër terrorizmit e tha Kenti e tha qartë fare dhe dha dorëheqjen për këtë pjesë. Dha dorëheqjen. Përgjegjësi shumë e madhe, personalitet shumë i rëndësishëm, që kjo nuk është luftë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë herë të kërcënuara. Atëherë Irani ku është me këtë histori? Sigurisht që dëmet materiale në Iran janë të jashtëzakonshme. Dëmet në sistemin e Iranit, në regjimin e Iranit janë të jashtëzakonshme. Është vrarë Ayatollah, figura numër 1, leadershipi fetar dhe leadershipi politik i atij vendi. Por regjimi është lëkundër apo është forcuar? Regjimi u forcua dhe ne e thamë që në fillim, regjimi do forcohet dhe në këtë kuptim kompaktësohet se Irani forcuar është fjalë e madhe se ata janë vrarë shumë. Qëndron është bërë më kompakt. Qëndron vëlla. Dhe ka bërë një reagim shumë më të fortë se sa në kohën madje Ali Ayatollah po filloi shikohet si një figurë reformatore. Ta e marrin njeriu ideologjik i cili e ka kriju gardën revolucionare. Po garda revolucionare ideologjikisht është e varfër. Po mendoj është
i dhënë shumë infuzion për të qenë ngarkuar ideologjikisht. Ajo është më e rrezikshme se çdo njeri. Ka një thënie të bukur Amos Oz, një shkrimtar shumë i madh. Ai thotë kështu, për gjithë këto lëvizjet që ndodhin, nuk goditen këto, nuk shkatrohen kur godet individin sepse këto janë doktrina. Janë doktrina, janë ideologji. Dhe këtu gabuan gjithë. Izraeli ku është me këtë pjesë? Sigurisht që Izraeli e para kauza Izraelit madh besoj se është në një ëndër në sirtar, pothuajse ka mbaruar, të paktën për moment. Izraelit madh po, Netanyahu shfutonte nga kjo luftë. Izraelit për herë të parë, vetëm për Netanyahu po. Izraeli për herë të parë shpreh siguria kombëtare në një nivel të paparë në historinë e tij, ka një humbje të jashtëzakonshme, ka një humbje të kryeministri norvegjisë zoti Rakipi sot e di çfarë tha apo? Merren masa të izolohet ndërkombëtarisht politikisht, juridikisht shteti i Izraelit. Një humbje e jashtëzakonshme për Izraelin në arenën ndërkombëtare. Kush ka fituar? Në qoftë se ka ndryshuar koncepti, si ta vlerësosh fituarin dhe të humburin këtu. Ka fituar stotin në luftë. Për mua ka vetëm një të fituar sipas referencave të veta, Irani. Mbetet ai Iran që ka qenë ai regjim. Asnjë shtet s'ka fituar. Kuptimin klasik. Grupime të ndryshme kanë fituar. Unë mendoj që për shembull, ta mbaroj. Se sa u fut do shkatrohet regjimi, po jo më njëherë. Po. Nuk shkatrohesh dot. Po pra, kjo e forcoi regjimin, po. Nëse garda revolucionare e quan veten fituese në luftë, ka drejtë të quajë fituese nëse lufta ka mbaruar. Po. Dhe regjimi në Iranit mund ta quajë vetëm fitues dhe të ketë më shumë mbështetje se çka pasur pas luftës. A do ketë më pas kriza, ne do ta shohim. Unë nuk mendoj se do ketë kriza, ose se kriza do shkaktojnë së shpejti për 2-3 vite të ardhshme ose 4 vite të ardhshme, protesta si ato të mëpashme. Ndërkohë që zjarri i protestave të shtypura me dhunë ishte akoma i ndezur. Dhe njerëzit mezi prisin ta kmerreshin. Ato zjarr e shuajti zjarri i raketave të amerikano-izraelite. Kështu që regjimi i Iranit fitoi nga kjo luftë deri sot, ne jemi në fitore në regjimin e Iranit. Ka fituar. Po, megjithatë kanë humbur paradoksalisht ka fituar regjimi. Kanë humbur mbaron këtu. Mund të ka fituar dhe Netanyahu përkohësisht, po besoj që kjo është fitore shumë e përkohshme, disa mujore, dhe çdo shtet tjetër aty, aleat i Shtetit Bashkuara, aleat i Izraelit, aleat perëndimor ka humbur aq shumë. Po. Sa llogaritët e humbjeve, unë nuk besoj që lufta Rusi-Ukrainë që ka 4 vjet të zgjatë ka shkaktuar më shumë humbje se sa këto 2 javët e luftës së Iranit. Dhe kjo tregon një çmenduri, një budallik i pashoj. Se më shkruajnë që Trumpi mënyra si është në baton. Është duke si fitues, por që ka humbur më mëdhenj, se humbi magën. Po. Trumpi sot në Amerikë është një minorancë e ndjeshme që do reflektohet në zgjedhjet e midtermit, dhe pas zgjedhjeve midtermit. Batoni duke sikur po bëhet fëmijë në njerëzimit. Po ja për herë të parë është absolutisht bën një Merzi kishte bërë integratë që me përshëndesim Shëban për ndërprerjen e sulmeve, por në zgjedhje, nëse humbasin zgjedhjet e midtermit që dihet do humbas tani është e sigurt, ne do e gjejmë Trumpin në impeachment nga Kongresi me njëherë sa të marrin zgjedhjet. Sa po të marrin në demokratët majorancë. Kishte pasi deklaratë sot nga një gazetë konservatore në Amerikë. Ndërkohë më shkruajnë që të mos harroj se po bombardohet një vend që nuk ka bomba atomike, në një vend si Izraeli që ka 90 bomba atomike. Pra kur presidenti vdes, dhe i mban të fshehura, është i paaftë, dhe i mban të fshehura. Zvendës presidenti merr detyrën. Kjo spekulim është, po që janë gjithë skenarët në lojë, po thënë. Ja shkelur më gjithë ligjet, gjithë i mban të fshehura duke mos pranuar asnjë konvent të kontroll ndërkombëtar. Kush? Izraeli, 90 bomba atomike. Domethënë sulmohet një vend që s'ka bombën atomike. Dhe kanë nënshkruar marrëveshje. Dhe ka Izraeli bombën atomike. Një vend që ka 90 bomba atomike. Një fuqi atomike Izraeli. Nëse mund të them diçka, tani do thuash diçka ti dhe do ta përmbyllim sepse popullata fle. Meqense, domethënë një diskutim me zotin Gjinishi, për t'ju përgjigjur pyetjes, nëse mbaron kështu siç është sot, pra nëse kjo është deklarata e fundit luftës, kjo e sotmja, fiton Irani. Po unë thash që kam dyshimet e mia për vijimsinë e kësaj, sepse ne pak informacione kemi se çfarë ndodh brenda Iranit, po nëse Ministria e Jashtme e Iranit, po themi bie në kurthin e Trumpit për bisedime, sepse dikush do shkojë atje, do është Galibafi që është kryetari i parlamentit, po nuk ketë edhe përfaqësues të tjerë. Nga ana tjetër kemi gardën revolucionare që është ekstremiste dhe e vendosur në qëllimin e vet që të mos pranojë asnjë lloj bisedimi. Ti mendon, ti mendon që ai që do shkojë të
të prezantoj është i pavarur nga garda. Pjesë e gardës. Harrojet pjesë më. Po, unë po them këtë gjë. Harrojet pjesë. Ato e vendosin. Kam këto përvoja këtu. A mund... Nuk ndodhe. Po neve kemi rastin për shembull që politikanët e Iranit janë të moderuar, Pezeshkiani për shembull, është pjesë e gardës. Pezeshkiani ka humbur burrit, nuk ka njëri punë me Pezeshkianin. Irani tani e mba garda dhe ushtria, më ka mbar fund. Po. Dhe ato do ta bëjmë marrëveshjen. Pra, a ka mundësi për shembull që të kemi një çarje midis gardës edhe tani pjesës brapa situata rrezikshme. Ajo që tha Batoni, si historia e rënies apo ngritjes apo stabilitetit Iranit fillon pras. Do shohim se si do reagoj shteti, si do reagojnë qytetarët, se a do hapet, do kemi vetëm një mbyllje lufte, do hiqen sanksionet ndaj Iranit, do rikthehet Irani në arenë ndërkombëtare, si do jetë marrëdhënia time nga dishullin. Këto do janë ato pikat cilat do vlerësojnë si të shkojë ecuria e regjimit. Në qoftë se regjimi, edhe në qoftë se mbyllet lufta, dhe regjimi mbetet vetëm në këtë situatë që është sot. Kemi vetëm një armë pushim, regjimi Irani do dorëzohet pa kushte. Vetëm nga situata brendshme. Më shkruan SPAO, Irani do dorëzohet pa kushte. Po. Për të ruajtur regjimin. Kush është Nuk është vetëm Trump. Mund SPAO. Nuk është vetëm Trump që merr vendime në Amerikë. Pritë se do ta shohim fiton Irani, është gjëja më qesharake që mund thuhet. Po mirë, se të rro partia demokratike nuk e themi dot në për natë tu tash, se e kishin një. Ai nuk e thotë. Ne tham fiton regjimi, jo Irani, se gjithë janë tumur, janë shkatruar. Domethënë, këto kanë Irani s'ka fiton se Irani shkatruar Egjiptin. Pastaj imaginoheni juve se do jenë marrëdhëniet e Iran-Kin më njëherë pas paqes. Irani nuk e mbyll pa. Se mos po themi kodën që mbaron kjo luftë se nesër mos thot ndryshe. Po edhe ndot më. Edhe ndot. Prandaj lëm të hapur një herë. Unë ne flasim atë që kemi sot. Kur ndëgjoj konferencat për shtyp atëherë ne do presim presidentin Trump. Ne do presim tani. Ne flasim me çfarë kemi sot, nuk nëse ai ndryshon nesër dhe pas nesër, ne mbi pas nesër që emisioni do të ta themi sipas ndryshimit. Ajo që tha Egoni. Sipas ndryshimit do të Egoni tha diçka shumë interesante që ka dalë në lajm që 20 minuta para se Trumpit është nxirrte Twitterin atë X-in. Reuters. A kanë nxjerrë Reuters atë 20 minuta bursat kanë reflektuar diku në bursë që do të thonë që e dinin që do bëhen pushim. E di çfarë tha tjetër, para se të fillojnë emisionin. E di çfarë tha? Irani nuk është kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para se të fillojnë emisionin. Po. Kështu që varësisht në stafit për këtë punë. Varësisht në Reuters shikues edhe ne s'kemi shumë faje, kupton. Çfarë thot ai lartë, i madhi i Amerikës në këtë, ne do të interpretojmë në emisionin që vjen patën. Po, unë besoj që ai një ditë do thotë ne kemi bërë krime për të rregulluar njerëzimin. Kjo është për të respektuar njerëzimin. Krimet i kemi bërë. Nuk është debat. Unë thotë që krimet i kemi bërë, po ta bëjmë. Debati se ishte sa të mbaroj. Debati justifikon dhunën. Kemi bërë krimet për të. Ço do ai më paqen mbledh forcës të Trumpit. Në rregull ka. Izraeli më thonë me pranu Izraeli që ka bë krime kundër njerëzimit. Kur? Pra, të nderuar teleshikues, Egon mos kishin një gjë pa thënë. Jo, them, kështu si shkon kjo punë me deklaratat të mbrëmjes që nuk përputhen me ato të mëngjesit, mbase nuk e mbyll ai mandatin në zyrë. Nderuar teleshikues, të së ditë. Kaq kishin përbërë. Ne sot më përpoqim të thoshim domethënë. Shumë gjëra u përpoqim. Me Mustafa Nana fillova më pas te, vazhdojmë me ekipin që kemi këtu për Partinë Demokratike, për mitingjet e saj, që dje tha e doktori u shkatrua. Mori goditje më të madhe që ka marrë Edi Rama në historinë e tij. Po kështu Edi Rama bëri një mbledhje të madhe të asamblesë të gjitha, diskutuam këto të dyja. Diskutuam edhe tani për punë të Iranit, nuk dim ne se pas nesër çfarë do thotë presidenti Trump, po ne këtu na keni dhe do mbledhim. Kemi gjërat tona tani. Ashtu siç mendojmë ne. Faleminderit shumë, të nderuar kolegët, të nderuar qiftruar. Faleminderit të gjithë stafet, faleminderit. Natën e mirë dhe tani do të shikojmë ditën e njëjtë, ku luhet edhe futboll. Shqipëria do të vejë në Poloni. Do mbash emision tajtë? Mund të shkatojmë për një patjetër. Ne kemi punën tonë. Ndaj me regjistrim. Nuk do shohim ndeshje. Emisioni do ta bëjmë emision. Shërben qartësisë për të bërë ndeshje paqësore. Faleminderit shumë, natë e mirë.